Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Erla Mhilli është një nga moderatorët më të njohura në Shqipëri në emisionet e saj në prime time në televizionin Euronews. Ajo ka krijuar një profil shumë të veçantë me të ftuar, por edhe me tematikat që ajo trajton në emisionin e saj. Por Erla Mhilli nuk është vetëm thjesht një moderatore e një emisioni politik. Ajo ka një karrierë shumë të veçantë në politikë si specialiste PR-it dhe zëdhënëse e kryeministit Sali Berisha dhe e Partisë Demokratike. Po si e ka menaxhuar Erla Mhilli profesionalizmin e saj edhe në media, edhe në politikë? Dhe një analizë të situatës politike që po ne po kalojmë, e kush më mirë tjetër se sa Erla Mhilli mund ta bëjë në studion e emisionit Dekalog. Unë kam kënaqësinë të kem Erla Mhillin sot në emisionin tim. Erla, të falenderoj shumë që u bëre pjesë e emisionit tim. Roland, shumë kënaqësi që jam këtu. Ti je legjend dhe e di se sa shumë vlerësoj. Tani legjend është në fakt një vajzë me emrin Erla Mhilli që la Italinë, erdhi këtu për një ditë pushimi, por në fakt nga një moment deri më sot ngela këtu, beta këtu, pa vërtet është. Erdha këtu për një ditë pushimi. Jo për një ditë pushimi, për 2 javë pushimi, le të themi. Kisha biletën e kthimit për në Rom, do kthehesha sërish atje. Por mbeta këtu. E di sa pak din për ty njerëzit? Thua, din pak? Din shumë pak, din vetëm atë që ti shfaq aty. Unë kam bërë një sondazh, një sondim dje, pyeta disa njerëz, çfarë di për Erla Mhillin, që ti drejtoj emisionin Now. Po. E shef mirë, po ja kam dalë deri diku që të krijoj imazhin e moderatores tani dhe jo ta kem figurën të lidhur vetëm me Sali Berishën, si dikur. 10 fakte për Erla Mhillin, ta ndjekim dhe pastaj fillojmë me bisedën tonë në studio. Dhjetë fakte për Erla Mhillin. 1. Erla Mhilli është një nga moderatorët më të njohura në median shqiptare. Ajo aktualisht drejton emisionin politik Now në prime time në televizionin Euronews Albania. 2. Erla Mhilli ka një përvojë edhe në politik edhe në administrat, duke qenë specialiste e marrëdhënieve me median dhe publikun. 3. Erla Mhilli është diplomuar me 12 dhjetor të vitit 2006 në Universitetin La Sapienza në Rom, universiteti më i mirë në Itali. 4. Erla Mhilli kishte mbaruar më parë në Tiranë shkollën 8 vjeçare Dora Distria dhe gjimnazin Sami Frashëri. 5. Erla Mhilli ka qenë këshilltare për mediat në Ministrinë e Transporteve nga viti 2007 deri në vitin 2009, gjatë kohës që ministër ishte Lulzim Basha dhe Seko Loldashi. 6. Erla Mhilli ka qenë zëdhënëse e Partisë Demokratike që nga marsi viti 2009 deri në korrik të vitit 2010. 7. Erla Mhilli ishte këshilltare për media dhe zëdhënëse e kryeministrit Sali Berisha nga viti 2010 e deri në vitin 2013, kur Partia Demokratike u largua nga pushteti. 8. Erla Mhilli e vijoi punën e saj si zëdhënëse e Sali Berishës që nga viti 2013 deri në vitin 2021, kur ai ishte deputet dhe kryetari i Partisë Demokratike ishte Lulzim Basha. 9. Erla Mhilli pati një përvojë si moderatore në televizionin UFO dhe më pas si analiste në Euronews gjatë zgjedhjeve të vitit 2021. 10. Që nga shtatori i vitit 2021, prej 4 sezonësh, Erla Mhilli është moderatore e emisionit politik Now në Euronews Albania. Faleminderit, kthehemi në studio. Është momenti për të falendëruar sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog, institucionin monetar Manigrama Kinvest për mbështetjen që jep emisionit Dekalog. Slogani tashmë i njohur për të gjithë, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Transferoni me Manigram se nuk do zhgënjeni asnjëherë. Erla, që më kujtove Landi, jo vetëm dy fjali shkurt me këtë materialin që kishe përgatitur, më kujtove një eksperiencë shumë të vjetër tek UFO televizion, të cilët e kam bërë gjatë kohës kur isha zëdhënëse në Ministrinë e Transportit dhe ishte Seko Loldashi ministër atëherë. Më bën një propozim që dhe bëj dhe atë? Të bënin, po i kam bërë të dyja paralelisht. Ose më mend fare. Më kujtohet batuta e Sokolit. Po, jo te Qimpeka, tek e televizion sigurisht. Po, çimi ishte? Te Astriti, po. Dhe ishin 8 puntata gjithsej,
shumë të mira, tematika nga më të ndryshme, ishte një projekt. Po pse kaq pak? Jo, po ishte projekti, nuk ishte më shumë. Ishte projekt, po. Tani unë kisha atë sikletin kur më propozuan që tani jam dhe zëdhënëse në Ministrinë e Transportit, do bëj dhe këtë emisionin, mbaj më sokolin tha. Po mirë ta se s'ke shumë punë ti këtu mund ta bësh edhe emisionin. Jo, se ka marrë vesh një rirë, se po ta merrin do të masakronin. Ashtu thua? Po patjetër, s'ke lënë gjurmë atje. Jo, do një gjurmë e madhe ishte eksperienca parë. S'ke lënë gjurmë fare dhe po ta dini do thoshin që zëdhënësja e Ministrisë të Transporteve bën dhe emision. Bën dhe një emision. Kështu që ke shpëtuar mirë, domethënë pa të masakruar. Kam shpëtuar paq. Mirë, masakra tjera kam patur, po. Jo, masakra tjera nuk. Kush ka shpëtuar në këtë vend Erla? Asnjë. Ktu kanë qelluar me gur Ismail Kadaren. Kështu që Jo, nuk isha asun imune ndaj masakrave. E di. Politike, le të. Erla, në fillim do bëjmë një analizë të shkurtër për situatën politike dhe pastaj do kalojmë te ajo që kam më shumë qefun dhe kam përshtypjen që edhe interesi është më i madh se kush është Erla Mjilli në disa pozita të tjera. Si është situata politike? Në 35 vjet nuk ka ndodhur që qeveria mbas 12 vitesh e konsumuar, ka ato problemet e veta, ka marrë këto goditet nga spaku, po prap duket sikur ka një këshuj që do fitoj zgjedhjet. Opozita që edhe pse ka 12 vjet në opozit dhe kaloi disa trauma apo lëkundje sismike shumë të forta, nuk duket se kur do vinë pushtet. Ç'është ky? Tani dëgjoj. Që të bëj një parashikim këtu live të rezultatit 11 majit nuk do ishte profesionale dhe etike. Jo, nuk do ishte profesionale dhe etike, por le të themi që nuk do doja t'i vija në të njëjtin kandar, në të njëjtën peshore problemet e mazhorancës që i the ti vet. Spaku, konsumizmi i madh i pushtetit, spaku i ka varur një medalje të merituar apo të pamerituar, këtë se themi dot, derisa të flasi drejtësia deri në fund. Ja ka varur mazhorancës, nuk themi dot që s'ja ka varur, ose Edi Ramës, le të themi se ai është kryeministri, ai zgjedh ekipin, zgjedh çdo gjë. Ai. Sigurisht, pra s'do doja t'i vija në kandar këto problematika me ato të PD-s, cilat kanë qenë të mëdha, edhe mbas edhe do flasim për ato, por ka një po themi, është bërë pak më interesante fushata, të paktën PD-ja ja ka dalë, të paktën këto muajt e fundit të ringrihet nga injorimi, nga izolimi, nga të gjithë problematikat, mban mend dikur s'kishte vul, s'kishte parti, Berisha nuk njeh si kryetar, ishte izoluar në balkon. Jo, nuk mjafton. Nuk mund të them që mjafton, se fushata s'është vetëm komunikim, s'është vetëm PR, është dhe organizim terren, edhe nëse do t'i referohem edhe shifrave të barometrit, që bëjmë ne në Euronews Albania, barometri edhe Data Centrum, ka një disbalancë të madhe mes pushtetit edhe opozitës. Pra, si disbalancë? Disbalancë kuptimin e numrave. Që pakënaqësia është e madhe, por opozita pakënaqësia është shumë e madhe, por opozita nuk e ka kapitalizuar si duhet deri tani. Sipas e pse? Këtë pakënaqësi. Pse s'ka ditur, apo pse? Jo, pse ka ndodhur kjo? Çfarë? Po për shkak të gjithë këtyre problematikave, ka qenë një parti e mbërthyer, e ngecur për 3 vite me radhë në problemet e veta. Dhe në një farë mënyrë, okay, një dorë mund t'ja ketë dhënë pushteti, nuk e vën diskutim, një dorë ja ka dhënë drejtësia, po kanë qenë edhe s'kan ditur dhe vetë ata ti menaxhojnë problemet e tyre. Ela, ne kemi bërë bashkë. Kurse s'kan ditur e kanë fjalën. Ndodhi në ngrata e Berishës se që aty filloi çarja brenda Partisë Demokratike. Jo, Berisha, aty filloi lëkundje sismike, tërmeti. Sigurisht, lëkundje të forta sismike madje. Tani Berisha nisi foltore. Dhe u pa qartë baza apo partia e kujt ishte, që ishte kundra Bashës dhe që e mbështesnin Berishën. Pra në një farë mënyrë demokratët e zerruan vetë non-gratën, pra nuk pyetën as për Amerikë, as për non-grata, dhe i shkruan brapa Berishës. Tani gjitha i leadershipi i PD-s që janë qenie politike dhe duhet të kenë nuhatjen e dur, të analizojnë si duhet situatën, për të kuptuar çfarë duhet bëjmë ne tani, ta vazhdojmë këtë luftë me mbullinë e erës apo të kuptojmë që ore këta e duan Berishën. Ndoshta do t'i kishin evituar disa tronditje të mëdha sismike që erdhën më pas. Më kupton? Të paktën nuk kështu e shoh. Pra, një pjesë është dhe për fajt të tyre. Ne kemi zëduar bashkë dhe në disa momente i kemi qenë shumë koherente dhe parashikuese, ndoshta edhe se mban mend. Jo, e mbaj mend. Kam qenë tek thellët se isha e ftohtë. E shifja në distancë. Tani problemi numër 1 duhet ta themi ishte Luzim Basha në të gjithë histori. Por Luzim Bashën
ne du ta themi që zoti Berisha jo e suportoi, po e vendosi aty. Sigurisht, po ashtu ka qenë, vendosi aty. Në gjithë karrierën tënde që ke qenë edhe zëdhënës e Lulzim Bashës madje. Po, shkurt kam qenë, për shumë pak. Po shkurt po e njeh, dhe për shkak të, po sidomos si zëdhënëse e kryeministrit, dhe unë nuk e kam fare kompleks ta them, je më mira në këto 35 vjet. Zëdhënëse, se mos thonë ndonjëri në një detyrë tjetër. Zëdhënëse e kryeministrit. E kam thënë dhe unë e kam shkruar, se ti e di, dhe se kam fare kompleks, sepse një zëdhënës e kryeministri Erla, duhet ta them këtë që për çdo gjë të jepi një përgjigje dhe çdo gazetar i mundshëm të jepi një përgjigje në këtë. Mirë, me atë natyrën time ja kam dalë të mbaj në këtë shoqëri marrëdhëniet që bëhet propotente dhe njëri pas një vlerë, valla ka qenë merita jote. Jo, aty s'kam ndryshuar. Kjo është ti ke meritë. Për te modestis nuk kam ndryshuar. Tani vetë mendoj ndonjëherë si e ka vënë ky Berisha këtë Lulzim Bashën këtu? E kam menduar, mund t'ja kem thënë. Ja ke thënë? Jo, prit. Qofse ja ke thënë. Si e ke vënë këtë Lulzim Bashën, po ky s'është për punë. Jo tamam, ky s'është për atë punë. Se kisha të guxim. Jo, guximin e kam patur. Edhe të them drejtën, Sali Berisha më ka dëgjuar, nuk kam patur lirinë maksimale për t'ia thënë. Të ka dëgjuar? Më ka dëgjuar. Më thuaj një rast që ja ke thënë ti dhe ai të ka dëgjuar. Më ka dëgjuar, po pastaj se çfarë ka bërë nga mbrapa këtë s'ta them dot. Erla, tani unë dëgjuar e kuptoj kështu që fakti që ja the ti, ai e bëri pse ja the ti. Dgjoj, e di ku kam filluar unë ti flas më shumë Sali Berishës mbas 2017-s, mbas Çadrës, edhe mbas marrëveshjes që bën me. Unë po them kur ishe kryeminist, pa kur ishe kryeminist. Ti thua kryeministër. Kryeministër s'kishe shans. Për Lulzim Bashën ato muajt e fundit u mor vesh fushata që ai ishte i preferuari. Pavarësisht se unë vetë personalisht në atë kohë kam votuar për Sokol Uldashin. Edhe pse e dija që gara... Erla ke votuar për Sokolin? Për Sokolin kam votuar, po. Bravo, se ke thënë njëri, unë se kam dëgjuar njëri. Po nuk e kam thënë se vota nuk parathuhet. Do të ke votuar për Sokol Uldashin. Për Sokol Uldashin kam votuar. Po ta merrte vesh Sali Berisha këtë? Po çfarë rëndësie ka? Nuk do ishe e preferuar. Nuk do isha më e preferuara. Nuk e kam problem, nuk e kam patur. A ishte ky gabimi i madh i zotit Berisha sepse ai ka thënë që Lulzim Basha është zhvillimi i madh i jetës time. Jo, nuk di ta them, sepse nuk di të them nëse dhe Sokoli do kishte bërë, nëse PD-ja me Sokol Uldashin do kishte shkëlqyer apo do kishte qenë më e mira. Unë midis të dyve sigurisht kam preferuar Sokol Uldashin për shumë arsye. Për shumë arsye. Më mirë më Erla, si edhe po të gabonte. Po gabonte vet. Dakor, pa diskutim. Edhe për mua më mirë, prandaj edhe e votova. Po, s'di të ta them nëse do kishte qenë absolute në një farë mënyrë. Se dhe Sokoli kishte veset e veta, mund kishte defektet e veta, po midis të dyve pa diskutim që unë zgjidhja Sokol Uldashi. Jo Sokol Uldashi, Erla, po edhe një atje, domethënë në ata të fundit do ishte më mirë se Lulzim Basha. Base. Si mbase? Nuk e dakord me mua? Base. Jo, këtë e kemi thënë si batut kështu. Pa tani Sokol Uldashi mund kishte defekte që thua ti, por ama Sokol Uldashi kishte disa cilësi që nuk e afroi fare Lulzim Basha. Mirë, kam përshtypjen që kanë menduar që Lulzim Basha mund shkëlqente në arenën ndërkombëtare, në këto lidhjet me ndërkombëtarët. Po, se flet anglishen shumë mirë, dhe ajo duhet. Jo, për te asaj, po në fakt tregoj që vite situata aktuale. Jemi, po themi një muaj e gjysmë, diçka e tillë tani. Jo, dhe po të thoja që të paktën pavarësisht problematikave, duket sikur fushata është më e balancuar. Se të paktën dhe opozita liderin e saj e ka në liri, fushatën mund ta bëj në terren, njësoj si Rama, pra është pak më e balancuar. Për fat mirë, se deri dhjetori ishte në balkon Sali Berisha. Primaret ishin teorikisht, po edhe kështu është një gjë e bukur. Por a prodhuan atë që quhet pritshmëri, Erla? Ja, kjo është lista e atyre që kishin pritshmëri, po shiko çfarë vota se ti e nxorë për vetet e Po, e nxora dhe unë në emision, po se u bën edhe lajmë, unë e kam bërë emisionin ditë hëne, primaret ishin të shtunën dhe shumë nga këto personazhet këtu u bën lajmë në një farë mënyre. Nëse prodhuan atë që pritej, unë nuk është se prisja shumë, nuk është se isha kaq entuziaste sa që ti për këtë procesin e primareve. Mendoj që është një proces që PD-ja edhe mund ta kishte evituar, megjithatë, nuk jam entuziaste Landi dhe unë ta shpjegova më saktë. Pra, nëse Partia Demokratike do të na kishte bërë transparente shpërndarjen e votave, pra ku i kanë marrë këta votat, dhe kjo është e rëndësishme, më besoj që është e rëndësishme se unë njoh dhe PD-n, njoh dhe procesin, di si funksionon, do ta kishim të qartë që këta nuk janë
individ të gjithë që i do e gjithë baza, pra e gjithë partia. Po mund të doj fisi, po secili ka luajtur te dega e vet, se i tillë ishte procesi që ngritën. Pra këta vendosën, PD-ja vendosi që do votojë vetëm për një emër. Nga 80 emra në listë, ti vetëm njërin do votojë, Landin. Atëherë Landi çfarë bënte? Te dega e vet, që kryeson, mori gjithë votat atje, dhe pastaj degët e tjera kanë votuar secili për kandidatin e tyre, kështu që kjo është tani, ai Alqi Xhafa që se pas ka votuar as shtëpi e vet. Nuk e di çfarë problematike. Okej, po Oriela ne bie 47 vota. Po, ndoshta edhe për shkak të qëndrimeve vetveta. Po ky është pra ajo leadershipi që të përmenda pak më parë. Kur je qenie politike, tani jo Ori, se Ori është dhe vajzë e re dhe nuk e ka eksperiencë. Nuk po flas për Orielën. Jo në moshë, jo, nuk e kam fjalën për moshën, e kam fjalën politikisht, se kur s'ditën ta bënin ata që ishin shumë më të vjetër se sa Ori, kishin nuhatjen për të kuptuar që Sali Berisha e ka këtë parti. Është dështim për Orielën e bie këto 47 vota? Jo, nuk do ta quaj. Shumë dështim sepse Oriela ka qenë nuk kam mbajtur deputete më era, deputete. S'ka folur një herë Landi, pra nuk ka mbajtur një qendrim të qartë. Po çka ka marrë rrogën? As për Lulit, as për Berishën. Dhe partia politikisht voton tani. Me atë pro Lulit nuk se ka qenë larg, pro Lulit ka qenë. Pro Lulit ka qenë. Por diku e kuptoi edhe Ori që edhe mori tak. Edhe shkoi Big Brother pastaj. Këtë se ishte shumë smooth, shumë e butë, shumë e avashtë. Edhe partia politikisht voton. E ndihmoi Big Brother apo e dëmtoi? Ose ndihmoi apo ndoshta edhe dëmtoi pak. E dëmtoi? Po, them se po. Floriana Agaro, 32 vota? Të thash pra, secili kush ka qenë i fortë në degët e tyre kanë bërë fushat për veten e vet. Kreshniku, unë Kreshnikun e kuptoj sepse ky ka bërë ato përplasjet e mëdha, ka bërë. Edhe Kreshniku. Biberaj nuk ka qenë aktiv. Bibera s'ka qenë aktiv. Tani Dorian Teliti. Është një personazh interesant, po 117 vota. Dhe Dori nuk është se s'ka vota në terren, nuk flas brenda partisë. Në terren nuk është se nuk ka. Unë Christian Kavaj, po jo. Nuk ka vota. Jo, edhe në Tiranë te njësia 5. 117 ndodhet. Pastaj të tjerë Xhemal Gjungshi me piruetat sa andej këtej. Po të gjithë pra janë me pirueta, të gjithë janë me pirueta. Nëse Andi Aulliri për shembull pragun e ka kaluar, 180 vota, nuk është se nuk e ka kaluar. Po Pira Medaj? Ka qenë ish ushtarak, ish general. E Sorina prisja më shumë. Po, doli një tjetër zonjë nga Korça më e votuar, Sorina që është Ledina Aliolli. Profesoresha e universitetit. Me gjas, po, mund tjetë ajo një ndër 3 emrat, se të 3 emrat e parë duhet jetë një femër, një zonjë dhe... Erla, për t'i vënë një kapak kësaj, si e shikon 11 majin? Të thash parashikim së të Jo, nuk ta pyeta këta, e pas ke kompleks. Jam shumë kurioze, jo, nuk e kam kompleks, është thjesht çështje etike profesionale. Çliro Erla, mos kështu, e di që ke qenë aty në çlirët janë. Dgjoj, jam shumë kurioze të presim datën 11, se kam për t'i dorëzuar në natës rrezik listën, sepse dgjoj, lista nuk është se nuk ka rëndësi në fushat. Se është ajo karroca që tërheq qerren nga mbrapa. Edhe me një listë që s'të thot gjë, kjo vlen për të dyja palët, nuk e di dhe Rama i ka... Në 2005-ën, parësisht një sistemi tjetër, unë e kuptoj, ishte komplet një sistem tjetër. Ne dinim që 2004-2003 që Partia Demokratike do vinte në pushtet. Tani se kemi këtë sigurim, Erla? Që ta kesh sigurt fare, po thua. E sigurt nuk është asgjë. Jo, për zgjedhjet 2005-ës, po, ishte mbyllur e punë. Ndoshta PD-ja dështoi që të sillte një frymë të re, një ekip të ri, të papërfolur, disa emra të rinj. Se tani Gazmend Bardhi me Lulin ishte në rregull, tani me Berishën prapë aty. Diversitet thot Berisha. Dgjoj, Gazi përtej këtyre piruetave që thua ti, nuk është një qenie politike, është Gazi. Ambicioz, i aftë në disa aspekte. Tani pyetja ime është për spakun Erla, si ka mundësi që zoti Berisha, se ti ke qenë zëdhënës ti sa një tjetër, ja fusin kod tjerë, ja po kështu, ja po ashtu. Mbështetje sipas barometrit, institucioni me mbështetje më të madhe e ka SPAK. SPAK-u e ka. Berisha thotë do ta shkrijë në 12 maj. Ja, e rregulloi Berisha. Tha që ishte një keq kuptim, do ta reformojmë. Jo, ai ishte një mos keq kuptim, nuk ka qenë keq kuptim. Edhe Rama do ta reformoj nga ana e vet. Por Rama është në rregull, kushëriu yt është në rregull. Do flasim dhe për kushërinë tani në rregull dhe fort në rregull dhe ai nuk është, dgjoj. Reforma në drejtësi kaloi me 140 vota, me konsensusin më të madh.
Tani kur u erdhi te dera e vet këtyre, filluan ta shohin drejtsinë që prit se pas ka probleme drejtësia, jo se s'po i respektova standardet, jo po se puna godet, jo po hajde se duhet ta reformojmë. Tani po të kishte qenë kjo politika jon kaq parimore, do duhet kishte vepruar parimisht për të gjitha rastet. Pra, unë do kisha dashur ta dëgjoja Edi Ramën edhe për atë arrestim të turpshëm ndaj Ilir Metës, që është ish presidenti i vendit, për të folur apo për të mos t'ia dhënë votën në parlament, edhe kur për Sali Berishën, pra do kisha dashur ta shifja këtë parimore në këtyre politikanëve gjatë gjithë kësaj kohe, jo vetëm tani. Do të thënë ti duke thënë që SPAK-u ndikon në 11 maj. SPAK-u pa diskutim që ndikon në 11 maj. Kë ka dëmtuar më shumë? Dhe po ta shohësh, prandaj dhe është tërhequr Edi Rama nga retorika e vet. Po e ngri Hedin Xhafa po. E hëngri, e tjenin e përdori ai për të thënë atë që donte të thoshte. Thjesht e përdori. I doli ka kuptuar gjë se i shkreti. I doli në derë e tjeni se te Andrea, te kolegu ynë i mirë Andrea Dangli. Atje po ka patur një intervistë tet-a-tet edhe po thjesht Rama gjeti rastin e Etjenit për të thënë atë që donte të thoshte. Po Etjeni gjeti? Ai ishte intervista më e fundit. Më e fundit? Po e para fundit? E para fundit nuk e di, po e fundit ai doli në media. Se kanë dalë rrallë këta të Partisë Socialiste në intervistë. Cili është mendimi yt personal për SPAK-un? Ti ke një përvojë, je diplomuar në perëndim në Itali dhe i njeh shumë mirë edhe politikën atje dhe drejtsinë. Është ajo që pritje nga SPAK-u? Pritej? Dëgjoj, drejtësia në përgjithësi, se s'është vetëm SPAK-u, po kjo drejtësia e re që na sollën këta politikanët tanë nuk është ajo që prisja, po një model sui generis ishte ky, që s'është implementuar kërkund, përveç se eksperiment për ne në Shqipëri. Po nëse referohemi SPAK-ut, unë SPAK e quaj, jo SKAP të partisë, sepse si gazetare, si moderatore, si qytetare, pavarësisht se fjalën e fundit e thot drejtësia, do ta thonë gjykatat, pra unë nuk i bëj gjyqin askujt, asnjë politikani nga ata që ka përfunduar në dyert e SPAK-ut, po përpara një zyrtari të dyshuar për korrupsion, unë jam më shumë me drejtësinë se sa me zyrtarin, pavarësisht se tentoj të mbaj një qëndrim të ekuilibruar, pa diskutim. Po kam dy erla këtu te kjo historia e SPAK-ut, ose kur analizoj dhe me veten time SPAK-un. Kam një erla që thot, prit se mos po kthehemi ose mos jemi kthyer në një republikë prokurorësh, ku këtu tani këta janë bërë të gjithë pushtetshëm. Po edhe Giovanni Falcone e masakruan në Itali. Dakord. I shkelim prandaj tash kam dy. Pastaj kam dhe një erë tjetër që thot, kemi 35 vite që vetëm vithemi në këtë vend dhe mbase s'ka mënyrë tjetër për ta pastruar, duke qenë se ne si popull, si qytetar, nuk kemi qenë të zotët, që këta politikanë që na kanë mbledhur kush më shumë, kush më pak, tjeqim me vot, ta bëjmë me vot, ndoshta na e bën drejtësia edhe duke shkelur në një standard mbase. Aman vetëm ta bëj, vetëm të na i heqi qafe. E kam pra dhe këtë aspekt tjetër. A është se dëgjoj presioni madh është të shosh në organin e akuzës, në paraburgim, në hetim, të hetosh një zyrtar të lartë, për flasim për krim sofistikuar, për korrupsion sofistikuar, elitar. Nuk është e thjeshtë, imagjino presionin që kanë ata. Po sigurisht. Dhe ata A është Altin Dumani? Vdekatar janë të A është Altin Dumani Giovanni Falcone? Erla ti ke jetuar në Itali dhe e njeh mirë. Ja, Giovanni Falcone deri aty nuk shkoj. Nuk shkoj. Po jo, Giovanni Falcone shqiptar tani, nuk po themi Giovanni Falcone italian. Dal nga ky brumi jon shqiptar. Giovanni Falcone shqiptar. Jo, megjithatë po bën historinë. Po bën historinë. Në qoftë se do ishe akoma zëdhënëse Sali Berishës, a do ta këshilloj atë që të mos e quante organizatë terroriste, organizatë kriminale dhe Altin Dumani krye terrorist? Do i thoshte, doktor, këtu e gabim, për mua nuk do t'i thosh kështu. Unë po, mbase këtë do t'i kisha sugjeruar që ta kishte më të moderuar tonin ndaj. S'kam gabuar në përcaktimin tim që ti ke qenë mbetes zëdhënëse. Jo, po e tillë si natyrë jam unë, unë nuk jam për këto. Pavarësisht se dhe Berisha e përdor politikisht dhe sigurisht që jo, zoti Berisha e ka thënë dhe kështu që unë nuk jam prift. Pa diskutim, po. Ela, kalojmë te ky kampi tjetër që e kemë shumë për zëmër për ta trajtuar, jo për zëmër në kuptimin se ti Partia Socialiste. Te Partia Socialiste. Për zëmër jo. Jo, për ta trajtuar pra. Si ka qeverisur Partia Socialiste në 12 vjet? Si ka mundësi që mbas 12 vjetësh kërkon dhe një mandat tjetër, se unë ndonjëherë e them edhe me humor, edhe drejtor komunale 12 vjet. Si ka qeverisur Rama.
Tani nëse do përdorja një metaforë që përdor Rama, ka qenë kopshtari i një kopshti me shumë pemë të kalbura, edhe me dardha dhe mollë të kalbura. Mbrapa shpinës ato? Landi. Mbrapa Kështu shpinës? thot ai, mbrapa shpinës, po që veti ka mbjellë në një farë mënyrë. Dëgjoj, Edi Rama, Partia Socialiste, ka patur një fat të madh gjatë këtyre 12 viteve, që nuk ka patur kujt t'i japi shumë llogari. Nuk ka patur një presion shumë të madh nga ana e qytetarëve që t'i kërkojnë llogari për të gjitha premtimet e pambajtura apo mos qeverisja. Nga një sekond. Nuk ka pasur ndonjë rrymë të madhe as nga opozita që t'i kërkojnë llogari ashtu siç duhet, se 3 vite u morën me veten e tyre ata. Nuk ka patur as nga ana jon, as nga media. Nuk ka patur një presion shumë të madh dhe të fortë. Kështu që në këtë kuptim, Rama, më shumë se sa ka qeverisur mirë, ka triumfuar politikisht. Partia Socialiste është një parti solide në numra. Mbas edhe një parti ideologjike, po këtë s'di të ta them tamam se sa ideologjike është sot që flasim me dikur, po solide në numra. Dhe Rama ka ditur të luajë taktikisht mirë me këto numra, më shumë se sa ka qeverisur mirë. Të paktën unë kështu e shoh. Jo, okej, po... Dhe ka ditur dhe ka kuptuar si duhet, me që ti përmende aftësinë, ka kuptuar si duhet se si janë shqiptarët edhe si duan të qeverisen shqiptarët. Dhe ashtu i ka qeverisur. I beson asaj që Edi Rama bleu opozitën? Që e bleu opozitën, e besoj deri diku. Po pse s'u shitet ti Erla? Edhe ti në opozitë ke qenë. Po pra, prandaj them i besoj deri diku. Nuk është vetëm çështje blerje, është dhe çështje pa aftësie, është dhe çështje interesi. Po them pa aftësie se me qenë ashtu ti mund të kishe katapultuar dhe bëheshe ti socialiste, se s'ishe në dhe unë jam shumë me drejt për të qenë e suksesshme. Po pra, prandaj po them që pse u blen, sepse akuza më e rëndë që bëhet nga Partia Demokratike është që Rama kryetarin thon ata, nuk blen gjithë opozitën, po blen kryetarin, që ishte Lulzim Basha. Po s'ke qenë po bleve kryetarin Erla. Çfarë do të mbaroj punën Erla? Do si thon në perëndim, të varfrit bëjnë gazeta, të pasurit bëjnë kryeredaktorin, thoshin. Dakor, po dhe kjo aftësi është, çështja është si të mos shitesh. Si të mos shitesh pa për të bler ka gjithmonë ofertues. A thoshin kështu në Itali? Të varfrit bëjnë gazeta, të pasurit bëjnë kryeredaktorin, kaq edhe kjo punë. Po prandaj po them. Okej. Ne do kthehemi sërish te kjo analiza ditore, po unë kam përgatitur disa foto që kam shumë mezi po pres që ti komentojmë me Erla Mhillin. Jo, unë do doja fotot, është shumë më shpejt kjo, kisha fotot e familjes njerë, ju lutem, nëse është e mundur regjia, pse bëm një kapërzim, se jo, kjo është shumë e bukur, po ka një renditje kohore tjetër dhe pasaj vim të Okej, ja sa të bëhet gati, pak kemi... Ja, Erla. Akidi, këtu ka qenë dita kur lindi Bind. Djali jemi dytë dhe jemi në maternitet. Dhe kjo është Akidi i bukur, i cili duket i lumtur, po ishte pak xheloz atë muajt e parë. Do me thëmë, për gjithë ata që nuk e din, Erla ka 2 djem, ka 2 yje. Se duke qenë se nuk i postoj shumë tani dhe gjithë mendojnë që unë kam vetëm një djalë, pra vetëm Akidin e postoja më shpesh, kurse Bind jo, s'para e postoj më tani. Erla, çështje supersticioni. Si ja bën? Kjo është një pyetje kështu që se e thot një shokuj me humor, mama tona bën nga 5 deri 10 fëmijë, këta thot kur ka 2 fëmijë u bubu si ja bëjnë, po në fakt është normale të themi që si ja bën se angazhimi yt duhet të thënë. Po më merr tërë ditën, më merr, emisioni më merr tërë ditën. Si ja bën me e vështirë është të them të drejtën që të gjej një ekuilibër maksimal që ti kushtoj kohë edhe fëmijëve, edhe emisionit, edhe qefeve të mia, se edhe un kam qefet e mia, kam shoqërinë time, kam një gruaj që më ndihmon dhe që më vjen në ato orët e pasdites vonë ku unë largohem, edhe qëndron derisa unë kthehem në shtëpi, se unë kthehem vonë. Ka filluar djali i madh të shikojë ndonjëherë në emision? Ja, shumë. Si tha njëri që, ama, që nga e famshme? Ne, që nga e famshme, po si idola në TikTok, më duket. Po? Në TikTok o në YouTube. A i zine gjë deri në atë moment? Ja, dinte, sigurisht. Dhe që tha ama? Më tha i vogli, në fakt. Më tha, ma, që nga e famshme, you're famous, se tani i flasin edhe anglisht, shumë micën e kohës. Që nga e famshme, tha se më dole në TikTok. Ata janë shumë të vegjël, Erla, po ti ke dëshirë që ata të ndjekin atë profesionin tënd edhe të... Jo, fare. Fare? Të bëjnë jo, ç'të duan. Ç'të duan? Ja. Po jo, kjo nuk e përjashton.
Jo, nuk e përjashton, do ta ndjekim vetë, po deri tani jo, nuk më duket që Kështu i ke kështu si ndonjë prirje. Si prirje kështu për qenë aktor Hollywoodi, ke dy kinga, bukur janë të dy. Të dy të mirë. I ngjajnë edhe mamit edhe babit. Po, foto Më tjetër. shumë mamit Landi, mos i bëj qefin babit. Mirë, se do vëmë dhe te babi, Po, foto tjetër? Pa, këtu kemi qenë për vjetorin e Po opinion. prit se ka dhe që se din kush është bashkëshorti yt tani. Frenojnë çik tani. Kelti Skruja. Kelti Skruja, prefekti i Tiranës. Ish prefekti i Tiranës, Deputet? ish deputet, që 12 vjeç i angazhuar me Partinë Kush Kelti si tani nuk ka humbur? Nuk ka humbur aty është. Ku është aty më? Por e ti shpjege, po ku është në politikë më? Në PD është, po... E anë PD se kemi pare, tani na thoj dy fjallë për Keltis. Antar kryesie e ke Landi, aktualisht që flasë. Antari kryesis Keltisi? Është antar kryesie, po... Hajde kryesia, hajde. Unë tani po marrë vesh Keltisi që janë antar kryesia. Sa antar ka kryesia, moj? Nuk e di kush i ka numëruar. Kuptohet tani? Se që t'jeme sinqert, nuk e pyes shumë për çështjet e partisë. Po për çfarë pyeti? Punës edhe vetë nuk tregon se thotë ju gazetarët na i nxirrin të gjitha. Pse kështu thotë, kur jeni në shtëpi, kur jeni në shtëpi, jo kur kur jemi në shtëpi. Nuk para tregon shumë. Nga ata politikanë që ti e the që fëmijë është angazhuar në politikë. Aq 12 vjeç. Tani pyetja e drejtë, pse është tërhequr Keltis? Po, mbase nuk e frymëzon sa duhet, nuk e di, duhet se kam pyetur tamam se çfarë si pëlqen më, çfarë trëmb. Po në politikë është, nuk është se nuk do Si nuk e ke pyetur? Erla, ke muhabeti me Keltisin apo jo? Po kam. Po ha pra tani se kam pyetur unë ti. Çështjet e punës, pra edhe unë nuk pra i zgjedh vet ai, unë nuk dua t'i ndikoj në zgjedhjet e tij. Kjo nuk është çështje pune. Shumë kam pritur për shkakun që dhe Kelti të kandidonte në primare apo të ishte një ambicie. Nuk u fut, nuk me sa kam kuptuar nuk ishte entuziast për të futur. Aq më tepër siç u bë dhe kjo historia, lista mbyllur, lista hapur, ta pjesa listës hapur ti do luftosh me veten tënde, jo me veten tënde Kelti me veten, po me antarët e tjerë të partisë. Më kupton se nuk është kam përshtypjen që kjo nuk i ka pëlqyer. Jo më kot e ktheva atë foton e parë, se unë fakti kisha parashikuar dhe ishte në rregull regjia. Unë fakti kisha parashikuar ndryshe, jo më kot e ktheva, do të tjerë dhe për 2 muaj, për 2 javë pushime. U bëre zëdhënse, ngele këtu. Rend dashuri me Keltisin, u martova, bëre 2 fëmijë. Pak më vonë, po. Po pak më vonë, nga ato 2 javë pra. Tani, mund ta tregosh atë momentin si rend dashuri me Keltisin? Si rash në dashuri. Dgjoj, Keltin maman e Keltit unë e njihja, sepse ka qenë drejtoresh në shkollën në gjimnazin Sami Frashi. Edhe mamaja Keltit, edhe Kelti kanë qenë pacientët time mëje, e cila është dentiste, stomatologe. Por Kelti nuk e mbaja mend. Do të Kelti si rregullonte dhëmët te mamaja jote. Po, dikur i rregullonte, po, në ato vitet e vështira, 97. Po, diçka e tillë. Po. Dhe nuk e njihja, nuk e mbaja mend nga gjimnazi fare Keltin. Por kur punoja në Ministri të Transporteve me Sokolun Tashin, jo me Lulzim Bashën, e kam njohur në zyrë të Sokolit. Rastësisht. E kam njohur në zyrë të Sokolit, unë aso kohë isha zëdhënëse e Ministrisë të Transportit, por nuk isha asnjë angazhim politik. Dhe atë ditë që Sokoli më thirrri në zyrë, ku ishte i pranishëm dhe Kelti, dhe më bëri një propozim, tha, ore, pse nuk je marrë me forumin rinortit të Partisë Demokratike? Është më ka shkuar në mendje. Po merru tha që të heqësh pak edhe këtë paragjykimin që ke qenë te mjafti. Në fakt s'kam qenë kurrë tek mjafti, pavarësisht se kam patur. Pse tha Sokoli që ke qenë te mjafti? Po, i kujtoj mbasi që mund të kem patur shok klase ndrifugën, po nuk kam qenë asnjëherë. Do vime te ndrifugë. Nuk kam qenë. Po? Edhe aty u hodh Kelti, jo, i tha, nuk ka qenë erdha ndonjëherë te mjafti. Po nga dinte? Pa e dinte se Kelti ishte sekretari i përgjithshëm i forumit rinor. Jo, ka më shumë të kishte studiuar, të kishte vështruar. Nuk e di, këtë se di se kam pyetur, më kishte studiuar. Po s'kuptohet fare, nuk kuptohet fare. Po dilja dhe shumë shpesh në ekran në atë periudhë. Ti jo vetëm dilje, po ti dilje sikur dukesh sikur ishte 2 metër. E vërtet është. E vërtet është. Po sepse të ka marrë kamera më të mirë. Po jo, kamera. Po e di. Po dhe pastaj ç'a ndodhi? Tregon edhe më të madh. Dhe pastaj që të nesërmen nga ky moment kur Sokoli më tha që pse nuk je angazhuar me forumin rinor të Partisë Demokratike, të nesërmen më merr në telefon dhe më thotë, dëgjoj, do shkosh pak në Vilnius për hesap të forumit rinor të PD-s. I thash, Sokol, po ti më the mendoj, po i thash nga dje ma the, sot është, po pse sa do të mendohesh ti ta Sokoli, do shkosh për hesap të forumit në EPP me të rinjt e EPP-s në Vilnius në Lituani dhe unë shkova. Mirë, po sigurisht që punë dhe një lloj bashkëpunimi e kisha edhe me Keltin përsa kohë isha sekretari. Ishte edhe Kelti si? Jo, nuk ishte Kelti. Pra, kam shkuar se na ngrive gjatë. Me një tjetër. Kelti ishte në Tiranë.
Edhe nga aty lindi bashkëpunimi, pastaj Kelti përveç se ishte në forumin rinor, punonte edhe në Ministrinë e Brendshme. Ka qenë drejtor i kontrollit shërbimit brendshëm në një farë mënyrë. Pra kjo AMP-ja e sotme, SHKB-ja, madje kishte në kontroll edhe SHKB-n e policisë atëherë. Pra ishim Ministria e Transportit, Ministria e Brendshme, ishim aty afër edhe në kafet e Millennium. Pastaj ndodhi ajo, u bët mas, domethënë. Flutra në bark, në stomak, flutra. Habitshme se si Kelti si nuk është në politikë sot. Ashtu e ka natyrën, Landi, është pak natyrë e tërhequr, nuk se për mua, jo se është bashkëshorti im, po për mua vlen shumë më tepër se shumë individat janë atë parti, në aspektin njeh terrenin, në aspektin e organizimit. Po më që 12 vjeç më herë la çafua. Po pra. Dhe ka bërë dhe beteja, ka bërë dhe aksione politike shumë interesante. Po dëgjoj. Se po gati është harruar. Sigurisht. Harruar. Po mbas edhe duhet ta kishim vlerësuar më shumë. Pse jo? Këtë edhe mund ta them. E the, nuk e mbajte. Po nuk e mbajta, po, patjetër. Nuk e ka nga kush? Nga kush? Po nga ata që marrin vendime. Po vendime tani Lulzim Basha iku, tani Berisha mbetet. Po edhe ai mbase do duhet ta kishte vlerësuar. Kjo është pakësi, ta kishte vlerësuar. Po nuk e kam pa kënaqësi, se tash ai di vet, nuk dua t'i dalë unë fare në mbrojtje, aty them se çfarë duhet bëj. Ai di vet se çfarë do të bëj me karrierën e vet politike. A mund t'i thosh ndar Kelti si të vinë në intervistë këtu një ditë? Po të vjen ai ty pse? Jo, ai s'ka dal tani. Tani unë po ta bëj kërkesën kështu live. Do thënë, a mund të thosh në darkë? Dëgjoj, nuk mund të dëgjon, më shumë mund të dëgjoj ty, të bindet ty. Mirë, ti thuj për vete, po në darkë, jo kështu gjatë ditës. Në darkë, kur t'jeni në darkë në shtëpi. Po, foto tjetër. Tani u kthejmë këtu. Pa. Kjo është dita e diplomimit tim në Itali. Në La Sapienza. 12 dhjetor 2006 në La Sapienza. Ishte cila është tema e ditëlindjes babait tim. Jo, kam bërë një temë diplome për fen, pra për faktin që ne kemi qenë një vend ateist, me kushtetut, sepse e di pse e zgjodha, u tregova edhe pak pragmatiste, se unë kam mbaruar shkenca komunikimi e specializuar në komunikim me masët. Pra televizion, gazetari, një formë e tillësh. Mirë po, kishim dhe disa lëndë fakultative që i zgjidhnim vetë, se çfarë donim të mësonim tjetër, përveç lëndëve bazë. Dhe ishte një lëndë që quhej sociologjia e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe kishte edhe një pjesë për fen atje. Dhe më qelloi një profesor shumë i mirë, ai asistenti ishte Arbresh, jo, nuk është udhëheqësi, këto janë dekanët e shkollës, ata që rinin në juri. Dhe ishte edhe një asistent Arbresh, dhe ishte shumë e thjeshtë për mua, unë e mora vesh më vonë, dhe ma krijoi, ma bëri shumë të thjeshtë diplomën, se mund të zgjas edhe me vite diploma. Sa vite studiove në La Sapienza? Po 6 më shkoj, bashkë me diplomën 6 vite. 6. Si ishin vitet? Ja, dhe këtu. Po, dhe këtu, pa. Kështu si e pafajshme dukesh aty. Ashtu kam qenë. Ke qenë me emocione? Shumë. Me shumë? Emocion të tmerrshëm. Sa kam rritur në universitet, sepse mbiemri im me e kishte në orën 5 të mbasdites orarin se kur do diplomoheshim. Gjithë ne që ishim me mbiemrin më, dhe unë arrita pak me vonesë, për shkak se i me motor, e kishte zakon nisej në moment të fundit për çdo gjë. Edhe kur do të merrnim avionin, po, edhe në rrugës ngecëm në trafik, në tangenciale, në Unaz, le të themi. Edhe thot, po mirë, dhe po se kape kësaj radhe, tha diplomën dhe kap herës tjetër. Hera tjetër ishte mbas 6 muajsh. Ndërkohë unë isha me po prisja. Dhe arrita. Dhe arrita, e kapa në kopër, por sa kam arritur në universitet, aty shpërtheva në lot, se nuk e mbajta dot emocionin, po, në lot. Se gjeta aty dhe shoqen time të ngushtë, që më priste me një buqet me lule, edhe 2-3 njerëz të tjerë dhe emocionuesi. Çfarë note more? Jo, s'ishte me notë kjo këtu. Kjo nuk ishte me notë? Jo, nuk ishte me notë, jo. Nuk ishte me notë. Që thjesht mbrojtja e temës e diplomës. Pse shkove në La Sapienza? Ti konkurove, garove? Dëgjoj, e para unë që do shkoja në Rom, kjo ishte e para vendosur se ishte i me motor. Ndërsa këtë degën, këtë e kam thënë, nuk është se po e them për herë të parë, këtë degën ç'është e vërteta e gjeti fuga. Endri, sepse kur ne ishim në gjimnaz, në vit të 4, kemi klasë me Endri? Kemi patur një profesor, të Sami Frashi, kemi patur një profesor, Genci, i cili na jepte ekonomi, po na jepte vetëm ne, ai profesor, shumë i rrept. Një ditë na pyet në mes të orës mësimit që çfarë keni ndërmend të bëni mbasi të mbaroni gjimnazin, ku doni të shkoni. Edhe fuga thot, dua të shkoj në Itali, në Rom, në La Sapienza, është një deg shkenca komunikimi, unë e dëgjova dhe më duk shumë interesante. Edhe në përfundim të orës e pyet, që çfarë është kjo dega? Ka dalë re, pak vite ka, 2-3 vite që
Si di fuga këto gjërat e reja. Unë pyeta ti me motor, i me motor mori informacione, po tha shumë interesante. Dhe të dy shkot atje? Po, vajtëm të dy. Pastaj fuga e la. Do edhe provimin të dy, po u shkëput prej mjaftit pra. Do të thënë, bëri provimet e vitit të parë, i bëri, po. U shkëput prej mjaftit dhe pastaj ka vazhduar diku tjetër shkollën. Por ka qenë nxënës i mirë. Endri, ka qenë shumë i mirë. Edhe shumë sistematik. Edhe atje. Se sa unë ç'është vërtet. Më sistematik. I mirë ka qenë, po. Nxënës i mirë shumë ka qenë. Sa shqiptarë kishe ti në grupin? Te Dega jon? Po? Jo, s'ka patur. Vetëm i dy? Te kjo lëndë jo. Vetëm i dy? Ne të dy. Pastaj Po në Sapienza kishte shumë shqiptar? Edhe erdhën në Sapienza plot pafund. Shqiptarë, Biblioteka e universiteteve, konviktet, ishim me shqiptarë? Çfarë thua? Si ka mundësi? Se La Sapienza është universiteti më i mirë. I madh, po janë studionin për mjekësi, studionin për juridik, mos gaboj 160.000 studentë? Janë shumë, edhe ishin shqiptar kishte pafund. Ai sa unë vitin e parë studioja dhe në bibliotek, pra tentoja që të mësoja në bibliotek, pastaj e lash nuk shkoja më sepse kishte shumë shqiptar dhe të vinin secili, hajde pimi kafe jashtë, dikush të mbante me muhabet dhe të ikte koha dhe të orientohesh, dhe pastaj u shkëputa nga biblioteka, nuk shkova. Kam studiuar në shtëpi. Zëdhënëse e kryeministrit, këtu jam në kryeministri. Ka marrë malli? Jo shumë, nuk është çështje malli, po ndoshta kam qenë pak e vogël, pak e re. Po të kthehesha mbrapa në kohë, unë këtë periudhë do ta kisha jetuar ndryshe. Po pse, duket vetë kështu si zogi trembur dhe jutuar? Zogi trembur dhe jutuar nuk kam qenë asnjëherë. Po pra, po se thua kam bërë gabim. Do ta kisha jetuar ndryshe, do ta kisha shijuar ndryshe. Kam qenë pak e re pra, po them, pak e vogël. E ke fjalën kështu se bëre një herë edhe një gaf që bë virale jo? Jo, ajo është e bukur dhe sot e kësaj dite, para 3 ditësh ma nisën. Sërish. Ta nxjerrim këtu prap? Nxjerr apo të duar, se kam problem. Lapsus fonetik është ai Landi. Mo të bëjmë lapsus sepse ka shtuar në një nga, do të ti do të nxjerr. Po se kam problem, unë fare atë, unë kënaqem, unë qesh me atë. Gje dhe lutem kur të kesh mundësi. Dëgjoj, unë qesh me atë lapsus. Nuk më ka kompleksuar. Jo, pyetja ime është, a ka dikush që nuk ka bërë një lapsus në gjithë karrierën e vet, një gazetar? Madje kur kam patur s'mbaj mend, ndoshta Elisa Spiropali, ndonjë tjetër, Etilda Gjona, i kam bërë një dy gafa të ngjashme me këtë timen dhe ma çonin dhe thonin si e vetme tani. Po ja, ma paska shpëto, paska shpëto. Njeri, është tjetër gjë të bësh një gabim logjik në ato, për shembull, 7 ajo, për shembull. Lapsus fonetik se ishin shët shumë afër bashkë. Po, ato. Ka një moment që do ta ndash me publikun Erla, kur ishe zëdhënëse kryeministrit që me të vërtet ti nuk të shitet nga memoria? Nuk më shitet nga memoria? Po ka shumë, Landi. Po një, veçore. Po s'di se kanë qenë kaq dinamike, me kaq shumë aktivitete, udhëtime jashtë, summit NATO, OKB, unë futesha kudo. Kam qenë në çdo takim të lartë me sekretarin e shtetit, Hillary Clinton. Kam mbajtur shënime dhe i kam blloqet në shkollë. Me vërtet? I kam. Mos thoj pastaj që Endri fuga ishte vetëm sistematik, se Endri me sa diu nuk ka mbajtur shënime, po ti me një shkrim të tmerrshëm i kam, se ishin një shkrim i shpejt gjatë takimeve, po i kam. Një ditë do t'i përdor, do shkruash ditarin tënd. Po, besoj se po. Do shkruash ditar. Po, sa bukur. Se kryeministri nuk ka shkruar akoma ditar, nuk e dim këtë. Nuk ka shkruar libër me kujtime. E vërtet, po. Foto tjetër? Tu jemi për 8 mars. Është gjithë stafi kryeministrisë. Eda, sekretarja e famshme. Është legjende sekretarja legjende e Zot Berisha. Janë dhe vajzat e zyrës së shtypit. Njëra prej tyre, Elona, vazhdon ende punon në kryeministri. Në zyra e shtypit. Tani të kryeministrit e Zoti Rama. Po dhe ne një pjesë i gjetëm. Pra, kishin qenë atje. Jo, Rama e di këtë që ka punuar me Berisha? E di, nuk e ka lëvizur. E di fuga. Po, Aida po. Alida Tota, se thash Eva Gjuraj, Eva është në media tani. Po? Në mos gaboj duhet të jetë në punë diku te News 24, nuk e kujtoj fort mirë. Orkidea, pra të gjitha janë të Ingji, është një tjetër që ka qenë zyrën e shtypit, po Ingji punon tani në një nga këto institucionet e tjera të shtetit. Pra janë zyrë të shtypit në kryeministri. Si ishte zyra e shtypit juaj Erla? Se ti ishe shefja e para. E vogël, shumë e vogël, me shumë pak veta. Kam patur një kameraman, një fotograf, unë bëja edhe montazhet. Kishim një pik montazhi. Kishit pik montazhi? Kishim një pik montazhi minimaliste. Të kapuse shpirtin. Pothuajse nuk bëje dot asgjë atje, përveç se mund të montoje planet e një takimi të thjeshtë. Nga ajo i dërgonet ato kasetat? Jo. Unë s'kam dërguar kaseta, ta shpjegojmë se s'kam dërguar kaseta. Unë shkoja, ç'është e vërteta, montoja dhe në TVSH.
kur ishin aktivitetet mëdhaja, Shkoja në TVSH. shkoja në TVSH. Faleminderit për sinqeritetin. Po, vërtet është kjo. Po? Kam shkuar në TVSH dhe kam montuar atje. Dhe pastaj dërgoi Kemi patur një pikë pak më të zhvilluar Kaseta? në PD, në Partinë Demokratike, që u krijua para zgjedhjeve të 2009-s. Po. Atje montoja deri në 5-6 mëngjes. Dhe Tërë shkoja natën? prap tërë natën dhe shkoja prap në 8 mëngjesit që vazhdoja. duhet kapi ritmin e Sepse verishës. nuk kishim karta digjitale dhe Po. vononte edhe koha e hedhjes materialeve. Pse Ishin që parë kaseta. që nuk ke çuar kaseta? Kaseta nga ty vini, unë isha drejtor. Po, ke gabim, pse s'kam çuar, pse nuk quhen kaseta ato që Po çfarë çojam? qëshë? Unë nuk kam çuar asnjëherë një material 1 minutë e gjysmë apo 2 minuta. Unë fjalimin e Sali Berishës në një miting elektoral, në një inaugurim apo kudo tjetër qoftë e lija të plot 20 minuta, 30 Jo, minuta. okay, po kamera sa të nuk lini. zgjaste. Jo, edhe kamera kam lënë. Kam bërë përjashtime. Sepse mendoja që më mirë le të fusin kamerën e tyre sa të më bëhet një lajm negativ nga mbrapa. Top Channel-i, për shembull asaj kohe që ishte në opozitë me qeverinë e kohës, ka qenë Elona Meço, kolegja jon, që mbulonte partinë, mbulonte mazhorancën atë kohë, kryeministri PD. Berisha. Po, Majorancë, kur qeveri. kur insistonin apo Vision Plusi, kur insistonte që duam të sjellim kamerën tonë në një aktivitet, unë i kam futur brenda. Pra ata kanë pasur dhe mundësinë e sinjalit satelitor për ta marrë aktivitetin nga regjia që kishim ne, por dhe të fusnin kamerat e tyre dhe të bënin ndonjë plan. Këto si kam ndaluar kurrën. Madje jam zënë me gardën, nëse garda i ka ndaluar ndonjëherë dhe ka patur sjellje jo të mirë ndaj gazetarëve apo kameramanëve. Si e... Unë me 2 BlackBerry. Është momenti dorëheqjes. Me naftë kishe këtë celularin? Ua, ta shpjegoj do 2 BlackBerry mbaja. Ai celulari çfarë nuk bënte? Ishte edhe diktofon, regjistronte fjalimet. Si BlackBerry ishte shumë i fortë. E përjetova shumë keq kur kam kaluar në iPhone. E dashuroja BlackBerry-n. Pata një marrëdhënie të gjitha, pa, edhe ato. Erla, po sa ke qarë këtu, Erla. Nuk e mbajta dot, Landi, janë lot shumë të sinqerta këto. Po pse? Po, dëgjoj, është dhe shkarkim emocioni, ja? Po që emocione kishe ti, më era dore, ç'kishe ti? Dëgjoj, kemi bërë një fushat të tmerrshme, të lodhshme. Unë e di më se, Erla. Dhe unë nuk e kisha aftësinë që kam sot për të lexuar politikisht se si do dilte ai rezultati. Duke thënë që ti ishe e vogël. Mitingjet ishin madhështore. Ai i Tiranës ishte ta shpjegoj dot emocionin e atij mitingi. Ti po thuaj që ti mendoje se do fitonte PD? Po, e mendoja që do fitonte. Do fitonte PD-n 2013? Isha e re pra la. Ishe e vogël. Isha e vogël. Si dihet sa gjëra. Nuk i dija ca gjëra. Po tani? Se tani. Dhe ai është një shkarkim edhe i gjithë këtij stresi edhe. Jo, shumë shpesh jo, po qaj. Përse i kam lotët të vështira për t'i nxjerrë. Qaj edhe kur shoh një film që më emocionojnë, qaj. Titanicun, aty ka qarë bëse. Ja. Apo te Pearl Harbor. Ja, se nuk jam kaq romantike sa ç'duket, po në filma të tjerë. Po këtë të qarën e ke kështu, si trofe. Mbeti. Si trofe. Tani do kisha preferuar të mos kisha qarë para kamerave, po më dolën, nuk e mbajta dot, sinqerisht. Nuk është falso nga ime, pra nuk është se ja kam imponuar vetes të qarë që duke qarë, edhe unë u emocionova edhe për pak dëshfillohet të qaja për ty. Po kanë qarë shumë shqiptar në përshpia, Landi. Jo, unë mund qaja për ty, më merë gjuna për ty, më Erla, jo për Berishën, jo. Po, thashëm, po, Erla, qa ndodhi, mo? Se foto është, kjo duhet për kornizë, Erla. Kjo është për kornizë, është emocionale, nuk është hajde kokë. Ja përpiqesha të mbaja kokën anash që të mos më kapin një kamerat, po ishte e pamundur. Foto tjetër? Këtu jemi në Elbasan. Këtu kur ishe kryeministër? Ishte kryeministri Berisha këtu dhe filloi në fushat në 2013-ën. 2013-ën, po. Disa takime me gazetarë, pra konferenca shtypi në natyrë, vendin e gjeja unë. Si tip town hall, po, dakor. Ishte periudha town halleve dhe vendoste që kudo ku shkonte të bënte edhe nga një konferencë për shtypi. Dhe unë mundosha të gjeja një vend të bukur në. Më ka bërë për shtypje, jo ka bërë për shtypje që ishte me gjelbërim. Po kemi patur vende të bukura në Korçë, po kemi patur një vend shumë të bukur në jug të vendit, diku në Vuno, Majmalit, gjeta një vend ku dukej perëndimi me detin, ajo ka qenë spektakël. Mund ta gjej atë foto. Po më kujtohet tani. Ka një foto shumë bukur Berisha që ka perëndimin nga mbrapa. E gjeta atë vendin e Sajova se kisha atë tendencën që doja që mbrapa ti të shfaqej ose edhe në inaugurime. Erla, kështu flokët ja ke rregulluar ndonjëherë doktori siç e rregulloi Floriana? Asnjëherë. Asnjëherë, po pse? Po pse ç'është problem ka? Landi unë isha zëdhënëse, nuk... Po pse Floriana që është?
Jo, dhe Floriana po varet se si. E kuptova. Ndoshta E kuptova. ka një kujdes tjetër mbase po. Po, Deri foto aty tjetër? jo, nuk kam shkuar deri aty. Mund t'i kem thënë rregullo pa kollaren për shembull. Po deri aty jo, nuk kam shkuar. Kjo është intervista e parë. Tani, Ky është emisioni im i parë. emisioni i parë më Berishën, tani zëdhënësi e Berishës. Fillon emision. Se doja dhe fillon me Berishën. Dakor, pra, se doja që të ndaja Erlën gazetare nga Erlën. Pse se nishe me Edi Rama? Të Berishës. Erdhi Edi Rama, mbas një muaji erdhi. Ja, po kjo kishte fabul më të bukur kjo. Ke gabim. Plus që kjo ishte 2 ditë përpara se Lulzim Basha ta përjashtonte nga grupi parlamentar. Pra ishte shpallur në grata. E dinte Berisha këtë? Jo, nuk e di. Nuk e dinte, Të paktën. Si ishte kjo intervistë që nga këshilltare zëdhënëse e Sali Berishës me atë ritëm, me ato fortunat që ke kaluar, tani ta vije Berishën aty në tavolinën e emisionit Now. Nuk ishte shumë e vështirë, më tepër kisha emocion për faktin që ishte emisioni i parë se sa emocion që isha përballë Berishës. Shumë vite kam punuar me të, kam shumë të thjesht komunikimin përballë tij. Nuk kam të E thjesht. pasur një momente. Dhe ai është njëri shumë i thjesht. Është vetë ai i thjesht, në kuptimin autoritar. Autoritar pa diskutim, po i thjesht pra ti mund t'i bësh pyetje, ndoshta që unë t'i kem bërë pyetje Berishës që dhe e kanë t'i kaluar pak atë cakun nga ana ime. Po në Berisha, mund ta thuash këtë? Jo, nuk mbaj mend, mund t'i kem bërë pyetje për 21 janarin, mund t'i kem bërë pyetje për Gërdecin, për gjëra, për momente të sikletshme apo të vështira dhe Berisha nuk është kurrë njeri që të merri natë apo i mbet hatri me ty fare. Më lajmëroj nga regjia që nuk e nxjerrim dot atë video, thonë se nuk e plejojnë. Drejt autorit edhe e kuptoj tani? Po tani unë çat bëj regjia, faleminderit, okay, po si them Unë ta përsëris dot. Jo, e pra, këtë do të thosha. Erla, mund ta bësh këtu Erla atë. Është shumë e bukur kjo. Megjithatë mund të nxjerrim vetëm një si imazh të paktën, vetëm si foto, si frame, nuk e di tani nëse mund. Mbajmë. Dhe e kuptova vetë që e bëra gabimin. Po jo, që është ti vetë. Jo, e kuptova, e di pse e kuptova. Ajo ishte e bukur. Unë e kuptova sepse dëgjova 2 të qeshura te kameramanët që kisha përballë. Dhe thash, pse po qeshin këta? Dhe u ktheva fraksion sekundi, u ktheva mbrapa në kohë dhe thash mos se pas kam bërë këtë gabim. Dhe qesha pastaj se tani. Po qesha çfarë do bëj? S'ka ndonjë gjë. Çfarë tha doktori mbas intervistës? Mbas intervistës shumë mirë, mbas më morin telefon edhe ishte i kënaqur se dhe shikueshmëria kishte qenë e lartë. Sa ishte lart? Se mbaj mend. Po ishte e lartë edhe ishte shumë lartë edhe në Facebookun e tij. Shumë lartë ka qenë. Edhe kjo ishte bërë habi, se më morin mbas intervistës. Kur ishe zëdhënëse, kishte në intervistë që ai e dha dhe ti s'u kënaqe për shkak të një teme të trajtuar jo mirë aty ose pyetje? Pathe? Ti vet kur ishe kryeminist apo? Kur ishte kryeminist Berisha, po ka patur. Ku? Ka patur. Këtë nuk e kujtoj, s'di të ta them mirë. Se ke mbajtur shënim? Jo, nuk e kam mbajtur. Po pse? Ç'është e vërtetë, aty ma kujtove tani. Po ato janë bukura Erla. Jo. Erla, ai meraku yt kur kishe intervistë me doktorin që do zbardhej, që ça pyetjesh. Domethënë ti dhe unë e dim. Po. Edhe të tjerë që kanë marrë. Me ty i kënaqur ka qenë. Se ti ke qenë i vetmi që ke punuar, ke bërë një intervistë ku ke punuar shumë për atë intervistë, për të gjetur fakte dhe gjëra të vjetra. Jo, dhe unë të falenderoj me këtë rast që ti ke qenë dashamirëse dhe më ke ndihmuar që ta marrë një intervistë doktorin se e lehtë sigurisht nuk është. Jo, se kërkesa kishte shumë, po, është e vërtetë. Se kërkesat ishin gjithmonë numri shumë. Baja një lloj radhe unë Landi, e kishte edhe vetë merak ai. Pra në kuptimin që megjithatë patat ndonjë kështu që atje nuk do shkojmë, të thanë njëherë që të filan gazetar, të filan. Atje nuk do shkojmë, po dhe e ka thyer më pas këtë rregull, atje nuk do shkojmë, po me periudha të ndryshme ka qenë ky. Kjo ka patur me gazetar të ndryshëm, që një periudhë për shembull që nuk ka shkuar te Ylli Rakipi, më pas shkoi, ka patur periudhë që s'ka shkuar tek Ilvatare, te Ora Newsi, më pas shkoi, pra ka patur momente të tilla. Foto tjetër? Fuga. Pse mbaja që pas ka dalë në konferencë për shtyp. Po, se më Jo, se mbaja më fare, mendoja që kur del fuga kishte mbetur në mbrapa kuintave, le të themi. Se kujtoja fare këtë moment. Ti zëdhënësja më e mirë, po fuga ka tjetër marrëdhënie fuga me Ramën nga ajo që unë kam patur me Berishën. Si është ajo? Po se është më i ri Rama, Berisha pak më
Do të këta janë shok e ke fjalën. Nuk po them shok, po ka një miq, lloj marrëdhënie. ka një lloj marrëdhënie miqësore. Pak tjetër, ndërsa pastaj është një burrë dhe një grua, pra një burrë dhe një vajzë. E ke ndjekur fugën apo të ka ndjekur fuga? Në ç'kuptim? Në PR, në punën tënde si profesioniste. Jo, po fuga ka shumë më tepër kushte se ç'kam patur unë atëherë. Po bëhet. Që do të thotë? Që do të thotë që PR-i tani është shumë i sofistikuar se ç'bënim diku. Jo, një sekond, për ata që se din. Bëja maksimumin me kushtet e kryeministrit, fuga në atë moment ishte zëdhënës i kryetarit të opozitës. Po. Dhe kishit një betejë, për te betejës së shefave, kishit dhe ju betejën tuaj, të artit të PR-it. Beteja PR-i në opozitë nuk është aq i lehtë për të bërë. Pushteti e ka më thjesht ta bëj PR. Atëherë si e bëni atë luftën ju spin doktor sa? Ka atë luksin e të fortit, e të pushtetit, suksesshmit, nuk s'është aq e lehtë. Kurse tani në qeveri sigurisht janë sofistikuar shumë më tepër, kanë një zyrë shumë më të madhe shtypi, mjete, kanë çdo gjë. Jo, e ke ndjekur ndonjëherë të ka pëlqyer një gjë e fugës që ja ke marrë, ja ke vjedhur, në thojza profesionalisht. E fugës vetë më kam pëlqyer gjëra të Ramës, se ka humbur pak atë dikur bënte kishte një humor tjetër, bënte disa analiza, ka qenë ndryshe pak Rama, mbase pushteti mund ta ketë konsumuar disi, nuk të them dot. Dhe këto janë për shkak të fugës? Jo, s'besoj, është natyra e Ramës. Po i Zoti, ë? I Zoti është. Zoti, mund të themi që s'është i Zoti, pa diskutim. Shumë e vështirë ta zvendësoj dikush fugën. Po, e do dhe Rama besoj, ë? Jo, sigurisht po se do s'të deshi do Rama tani normal po. Po komunikon me Endri? Po kur kemi çështje pune po. Po gjë më thëm çështje pune. Çështje pune për emisionin. Për intervistë. Kur më duhet. Jo, po them për teknikat e PR-it, për këto idet. Jo, nuk e kam ngacmuar. Nuk ka ngacmuar. Kur e ke marrë për të fundit të Rama? Rama ka qenë për herë të fundit para një viti e pak, një viti e gjysmë ndoshta. Shumë paska. Po s'ka dal. Jo, s'ka dal, po pse s'ka sjell fuga? Pse s'ma ka sjell fuga? Po në fakt i kam shkruar vet Ramës, është e vërtetë. Nuk kam kaluar. Mëzitet të Endri kur i shkruan vet? Jo, nuk e di, s'besoj se mëzitet bysha ka. Po kam përshtypjen do filloj dali tani në fushat, nuk ka dal. Megjithatë është shumë i Zoti, ja. Eminenca gri Endri është. Po, kështu duket. Tani, po të dëgjojmë opozitën ka dhe ca eminenca tjera gri. Po them për punët e medias. Për punët e medias pa diskutim. Foto tjetër? Po. Kushuriri. Tani ma shpjegoj çik si e ke Kushuriri. Ramën. Nga babi. Nga babi, nga Durrësi, nga gjyshja, pra nga mamaja e babit tim, bashkë me Kristaqin, Ramën kanë qenë kushurinë të dytë. Dhe sa ishte ai gjallë, edhe familjarisht bëheshin shumë. Bëheshin, ha? Po. Ndërsa me Anetën të ndjerën mamën e Edit, ime më ka punonin bashkë në të njëjtën klinikë. Po se ishe dentist. Sepse mami im dentiste, ajo ka qenë laborante dhe pra bëheshin, familjarisht bëheshin shumë. Po ti kur e kishe takuar Ramën për parë? Ja, e kam takuar një herë Kret, rastësisht tek Parku Rinia, kam qenë me ti me motor, ai i foli motrës time, unë isha me të, më prezantoi prej me motor. Kjo është kushurira jote tjetër, i tha, e vogël, po unë kam qenë shumë e vogël atëherë, s'mbaj mend asgjë. E s'patet ndonjë lidhje. Jo. Tu pas ke qenë te PS-ja, te Fesa? Po unë kam shkuar edhe tek festat e PS-s. Edhe të PD-s. Edhe të PD-s. Po të PD-s kishe shanse ti? Para se të shkoja te kjo festa, në fakt më erdhi ftesa, se nuk shkova vetë. Më ftuan dhe e mendova, e diskutova me disa miq të mi dhe më tha nuk ka asgjë të keqe nëse shkon. Se të tha ndonjëherë që ka gjë të keqe? Jo, thjesht e kisha unë një dileme pra si mund të përdoreja po. Kryeministri? Po që do të shihja këtu në abort të PS-s, se kisha imagjinuar. Erdhi dhe kjo ditë. Erdhi dhe kjo ditë, ha? Tak një foto. Po s'kam shkuar më tani. S'ke shkuar më? Edhe s'm kam ftuar më duket. Nuk të ka ftuar? Ja, këtu më ka ardhur ftesë nga Damian Gjiknuri. Zoti kryeministri. Ja, s'ka lidhje me kryeministrin, ja. Më ka ardhur ftesë nga Damian Gjiknuri. Erla Mjilli nuk e ka ftuar, vetëm një herë është ftuar nga Partia. Iku Damiani dhe iku dhe Erla. Ata i kanë gabimet. Ftoni Erlën te festa e PS-s. Por në emision kur e more, pa dhe ndonjë bisedë për te. Ja, shumë komod në intervistën e parë jam e bindur që kishte ardhur me qëllimin e mirë që të mos bëj i vështirë, pra të ma bënte edhe mua atlet.
Se mbas një muaji që fillova emisionin erdhi, një muaj e gjysmë, le të themi. Po pse t'ishe vështirë, pse t'ishe i vështirë zoti Rama me ty, ai zëri yt i ëmbël, nuk është Se ndonjë ai tillësh, është mund të bëj batuta, mund të kthehet. Nuk është i lehtë, jo, Nuk është i sigurisht. thjeshtë Sigurisht. Rama për tu menaxhuar. Mua më bëri të lehtë. Maksimumi dy batuta shumë Kishe siklet kur e morën në intervistë? Kishe emocion? kisha pak, po. Kisha se nuk dija si do sillej. Usullmi. ja, Po cilë ke që të bëj? Kishe një skenar bë? Po skenarin besoj do ta kem patur, po. Po, se ne i dim do hallet tona. Do të kem mbase ria mendoja po të më thot kështu, çfarë do t'i them unë, mbase. E bukur, e bukur, shumë e bukur. I fort doli, ha? 12 vjet kryeministër. Fort doli. Ju fisi juaj kanë zirë. Ja. Po nga Durrësi, po ata me origjinë nga Berati, se ata Durrësit janë me origjinë nga Berati. Tani këtu u fute shumë thellë Tu ul automatik nga po. Berati. Tu do të pyes babin tani për këtë. Pse Se ka origjinë nga Berati edhe nga Shkodra. Këtë nuk e di, këtë s'di do ta them. Se ke Por gjithë nga kur thotë që unë kam i origjinë dhe këtej. Dakor, po këtë pjesë nuk e kam, më duhet të pyes Ti babin. me hilli origjinën nga ke? Jo, dëgjoj. Babi më ka lindur në Tiranë, mua Landi. Por gjyshi ka jetuar në Fier, ka lindur në Fier. Po Megjithatë, edhe gjyshi dhe gjyshja në shtëpi, siç më tregoni më, se unë nuk e mbaj mend këtë detaj, se dhe ata janë ndarë nga jeta kur unë kam qenë shumë e vogël, flisnin vlle me njëri tjetrin. Do thënë ti e vle? Po, duhet ta kem një rrënjë vlle, patjetër. Një rrënjë vle, ha? Çfarë bën kjo? Të ndryshon atë? Jo, s'më ndryshon. Atë gjakun tënd shqiptar? Jo. Fare. Ç'lidhje ka? Se edhe Rama ka një, se e ka shpjeguar vetë ai, ka dhe një linjë të... Po prandaj po them, dhe këtu s'di tani të ta bëj lidhjen me Durrësin edhe me Kristaqin, më duhet pyes Timat, nuk e kam shumë të qartë lidhjen. Pyet e babit dhe kur të kem herë tjetër, do thënë do ta pyes. Ja, sa të mbarojmë intervistën do ta pyes. Foto tjetër? Mario Veliaj. Kjo ka qenë intervistë për zgjedhjet e 2023-shit. Ti ke ngritur dy gishta si demokrate? Apo Victory? Victory le të themi, po mbas edhe si demokrate pak në shpirt, pse jo? Opozitare le të themi. Si e përcolle lajmin Erla të arrestimit të zotit Veliaj? Çfarë ndjesi e patë? Si të duk? Është një proces tipik juridik apo një proces edhe politik? Jo, nuk e shoh ashtu. Dgjoj, unë mendoj që prap Erion Veliaj për mua mbetet i pafajshëm deri ditën sa drejtësia do thotë fjalën e fundit, derisa gjykata ta shpalli fajtor me vendim të formës prerë. Deri atëherë është i pafajshëm. Nuk e shoh proces politik. Juridik. Kur thash politik do të thënë që mund të ketë nga lufta e brendshme. Goditje e madhe është për PS-n që kanë shkuar. Jo, nga lufta e brendshme në PS që mund të ketë ato Nesi Angoni ato. Po besoj se po. E shoh edhe pak viktim të luftës së brendshme. Pra, se kjo ishte. Po, dakor, tani që mas sqarove ku e kishe. Viktim e luftës brendshme. Edhe viktim e luftës së brendshme e shoh, po, pa diskutim. Shefi nuk më bëhet kur shoh në burg askënd më. Pra si një më. Askënd. Sigurisht. Se shikojnë në rrjetet sociale ti që fërkojnë duar dhe ato janë gjyqe popullore, popull që do gjak, jo, nuk jam. Do doja një drejtësi të pastër, të paanshme, të drejtë, po. Si ka qenë reagimi i zotit Rama për Veliajin? Si e ke parë? Për Veliajin? Tani unë nuk e di nëse Rama vërtet nuk di asgjë për këtë luftën e brendshme që ka në partinë që drejton, edhe që do vinte kjo ditë ku do t'i ndodhin edhe këto. Këtë se di, sa i sinqert është këtu, nëse vërtet s'ka ditur gjë. Jo, se si e the ti kuptohet shumë. Dakor, këtë nuk e di, po goditje e madhe është, dhe tani ai nuk pa diskutim që do t'i dilte në mbrojtje Erion Veliaj në këtë, sepse ishte tronditje e madhe për Partinë Socialiste, se tani të gjithë po thonin, ore çfarë po ndodh këtu, po na marrin, po na fusin burg edhe askush nuk thot asnjë fjalë. Tani sot u mbyll TikTok-u? U mbyll TikTok-u sot? Po. Timi i mbledhjes qeverisë mbyllet TikTok-u. Okej, që në ka lajmi i fundit. Dakor. Se di, nëse është... Cili është mendimi juaj? Duhet kjo mbyllet TikTok-u? Ja, më duket nuk e shoh zgjidhjen. Si je në TikTok?
Jo, nuk kam një profil që e kam hapur, por nuk kam hedhur aty asgjë dhe për fat të keq, nuk më del koha Landi, mirë është ta kisha përdorur atë. Unë ja këtë do ta hedh direkt këtë tëndën tani, do ta hedh në TikTok, që të paktën të rri deri ditën që do mbyllet zyrtarisht. Tani fiks para fushate e pas kanë mbyllur TikTokun. Po pra, cili është mendimi ju tani për këtë? Nuk e di, unë nuk e shoh të keqen tek TikToku apo zgjidhjen tek TikToku. Domethënë, arsyeja ishte vrasja e adoleshentit. Fëmijë, jo adoleshent, fëmijë. Dakor, të një fëmijë. Ngjarje shumë e rëndë, shumë tronditse. Akoma nuk e kam të qartë se çfarë ka ndodhur, se ka deklarata kontradiktore, edhe prindrit kanë folur, edhe babai apo shoku tjetër i ngushtë, Luisi që ndodhi në spital. Policia bën të disa reagime më shumë politike se sa do të thuaj që nuk është kjo. Ka sulmuar median se kjo më duket një arsye krejt. Era, jemi prindër të fëmijëve që përdorin rrjetet sociale. Ti i ke më të vegjël. I kam më të vegjël, përpiqem dhe unë t'i kontrolloj se dakor. Po sa të kam parë me fëmijët edhe ata me celular? Jo me celular, me iPad më tepër. Me iPad, me iPad që me lojra domethënë, me lojra. Jo me navigime, kjo është ideja. Si e shikon këtë, domethënë, je shqetësuar si nën, si mama, si sigurisht edhe mundohem kur janë në gjumë, i marr, ja hap, i kontrolloj chatet, se dhe flasin njëri me tjetrin, po ndonjëherë bëj pa diskutim. Të pash. Jetojmë në një epokë. Kur ishim njërë bashk, unë me djalin tim, sepse kemi dhe një histori shumë të bukur që Erlen e ka intervistuar Imbir dhe është vlerësuar goxha intervista. Vërtet? Po, është vlerësuar goxha dhe më erdhi mirë sepse të zgjodhi vetë Erla. Unë do të marr intervista Erla Milli. Te kishe sugjeruar ti? Ja, po shko, se ti i ke të vegjla kur të rriteve pak ata, se pyesin ata për ato që kanë si fantazitë e tyre, që do marrin në projektet e tyre fare. Fare, ti s'do të dish fare se çfarë do marrin. Po je i shqetësuar për rrjetet sociale që janë bërë një lidhje me këtë brez Erla që e shikojmë Timbiri që është më i madh. Aty janë. Domethënë, a është një problem për ty? Sigurisht që është problem. Është problem. Pa diskutim. Çfarë shikon si rrezik? Po, rrezik e para njëherë që një periudhë që flisnin edhe me fëmijë të tjerë, të cilëve unë nuk ja shifja as ftyrën, po vetëm zërin u dëgjoja. Ti ishin në klasë në këto? Djali madh. Jo, me fëmijë djali madh, po me fëmijë të tjerë që jetojnë edhe jashtë. Të cilët 10 vjeç. 10 vjeç. Që ishin në Angli, po që unë nuk e dija, ishte moshatara, si ishin moshatara, janë më të rritur. Edhe kisha, e shqetësohesha sepse kisha edhe disa eksperienca të tjera të mikeshave të mia, problematike me këto gjëra dhe sigurisht isha e vëmendshme. Po ka një lojë, një Roblox, një lojë që luajnë atje dhe mësojmë ne nga fëmijët se dhe lidheshin, unë nuk e marr vesh fare se si luajnë ata, as nuk i kuptoj hiç, po më vin ca kode dhe më thon ma jep pak kodin. Jo, Imbir tha, nëse Rama e mbyll TikTokun këtu, të gjithë ne tha do hapim llogarinë italiane. Po hapet ajo, hapet. Me VPN, po hapet. Po të nuk e kam kuptuar ta. Si e hap ti thash, po hapi, po papi tha se s'është problem ta. Ju tha se keni iden ju brezi vjetër tha. Zgjidhje ka. Po më bë ka habim fakt që pas ka dalë ky lajm që do mbyllet TikTokun. Këtë disa do i shkojnë deri në fund, po gjithsesi. Se është vendim qeverie. Jo, ai është vendim qeverie, s'ka. Do të shkohet deri në fund. Na pas kanë dhënë një lajm se qeveria na e orienton dhe neve debatin ton. Sa të merremi me Sigurisht. Sa të merremi me, ku diun, Veliajin, Spakun, apo ndonjë gjë tjetër, merremi me TikTokun tani. Po Berisha e ka sulmuar këtë dhe e ka kundërshtuar këtë dhe ka thënë që është një censur. Cili është komenti yt për këtë? Dakord jam. Duke cilësuar kështu si ka frikë nga mendimi dhe fjalë lirë. Po sigurisht, dëgjoj, këto partitë e reja ecin shumë në këto rrjete sociale, sidomos në TikTok, po edhe opozita. Pra e kanë një platformë të mirë ku të shprehin, sepse në një pjesë të mediave nuk e kanë kaq të lehtë aksesin, edhe partitë e reja. Shëmbyllja e TikTokut do t'i dëmtojë shumë. Ka për t'i dëmtuar. Do të thuaj që Rama e ka bërë për këtë? Jo, nuk e di për çfarë e ka bërë Rama, por koincidenca është e madhe që mbyllet TikToku përpara fushatës elektorale. Okej, foto tjetër? Këtu në emision. Si është now? Si është now? Si është now? Shumë më mirë, tani për te modestisë, shumë më mirë se sa viti parë, për shumë. Po, je më e pjekur, më e maturuar. Tjetër njëri. Më e sigurt. Tjetër njëri, komplet. Kështu e ndjej unë veten, të paktën pavarësisht se kritika kam pafund, po është tjetër gjë, është konsoliduar shumë më tepër. Now.
Keni një personazh që e ke shumë dëshirë gjithmonë kur e merr, e ke qef ta kesh gjithmonë. Kam qef ta kem gjithmonë. Po ka disa mendje të bukura që më pëlqejnë ti. Bukur e thekte, mendje të bukura. Mendje të bukura që më pëlqejnë ti. Tani s'po të them se këto janë klishe, jo Berisha, jo Ram, këto janë s'po të them një këto. që ti Për shembull, një njerëz që e vlerësoj, që më duket një mendje e bukur, është Ditmir Bushati. Pse dhe Ditmiri del rrallë, po të paktën mua më vjen. Jo, shumë bukur. Jo, më vjen mirë për këtë. Me të më Jo, shumë mirë, po si ministër ishte i ngurtë. Po unë po gjykoj si intervistuar, le të themi, si mendje ai më. Të vjen mirë, të vjen, ndihesh mirë me kur e ke. E shijoj, po. E shijoj. E humbas edhe sensin e kohës. Unë i kështu që e ke marrë, ç'bëra që e mora, se marr më, ç'është ky? Po jo, dëgjoj, jo. Dëgjoj, momente të cikletshme në emision ka, sidomos kur të hikën i ftuari nga studio, kur çohet në këmbë dhe hikën nga studio. Nuk është se s'më ka ndodhur. Po ka ikur një herë Spartak Ngjela, një herë ka ikur Endri Shabani, nuk di nëse. Çfarë ndodhi me Spartakun? Po asgjë, tha nuk ulem unë me non gratat, sepse kisha një përfaqësues PD-s. Tani që do të hiqet, për shembull, kur ti hiqet, ti beson që do të hiqet non grata Berishës? Nuk e di a do të ndodhi tani përpara zgjedhjeve apo jo. S'di të ta them, se parashikoj dot. Nuk e parashikoj dot. Nuk e parashikoj dot. Dhe jo, e kisha fjalën këtu që nëse i kthehet zoti Berisha, i hiqet ajo, domethënë, kthehet në numër. A do ndryshoj dhe qëndrim? A do vi, jo, Spartak Ngjela, do rri me këta që dikur ishin non grata? Këtë nuk e di. Nuk është njëri që del shumë me panele Spartak Ngjela. E do vetë. Do intervista teke ose ndërhyrje në Skype, pra i ka të rralla këto. Kështu është interesant, ë? Dakor, interesant është, po po jo i lehtë. Jo i lehtë. Kurse personazhi jo të lehta pastaj janë këta, Landi. Jo. Po këta që nuk din t'i vën pikën fjalis. Pra fillojnë dhe kalojnë nga politika, nga ndërsimi artificial, të Amerikanë në Vietnam. Pa, në më thënë... Dhe ti thua, po, më lodhi, ja? Në më thënë, dhe pastaj po, në base unë betet hatri, kur ti tenton që ti thua që, okej, stop, në më thënë, vëri pikën fjalis. Di qa përgjigje kam? Qfarë? S'kam folur fare. S'kam folur fare. Edhe kjo më ka ndodhur. S'kam folur fare. I ke mbajtur me hatër ato të tjerë, ti ke dominuar gjithë emisionin. Nuk e kuptoj që moderatori vetëm atë nuk mund të bëjë, se bën kur, se s'intereson. Pikërisht. Se dëmton veten. Foto tjetër? Me Andi Bushatin. A të kishe bërtit në një dikush si që bërtiti Andi? Dije, se unë Andin e njoh e kam mik e dua shumë. Unë e di që ke mik, po. Erla! Dakor. U trëmba dhe unë për momentin thash nga erdhi kjo e bërtitur. Dije, Andi ka patur një problem shumë të madh, pra nuk donte që në momentin që ai po shpjegonte diçka, ti ndërhyje në mes. Dhe unë i ndërhyra. Me një batut time. Se vrave o? Dakor, po nuk e vrava, pa diskutim. Pastaj, ndërhyrja jote, ti nuk je në një agresive, në një natyrë. Është penduar më pas, është penduar. Që të ka thëmë fal? Jo, nuk është... Nuk të thamë fal? I penduar, nuk e mbaj mend nëse ka thënë shprehimisht termin më fal. Të prova? Sigurisht. Thaj të prova? I kishte thënë dhe i biri në shtëpi që... Djali? Po, të prove me... I që thënë djali, po i djali që nga, ai që nga për të intervistuar, Erla, ai që nga për të marrë në studio, Erla. Po, do ta marrë. Po, dhe ishe bukur ka, dhe ishe shumë e bukur, merë një intervistë në studio. Pastaj, këtë ta tregoj Andi. Po, më ka treguar Andi. Që djali më tha kështu. Po, më tha dhe i mbirë, tha kështu. E imitova mirë, e bëra mirë? E imitova mirë, e bëra original. Për pak do thye tavolinën dhe ti. Foto tjetër? Erla, ka vënë disa moderator, kolegët tanë, unë do doja një përcaktim, një vlerësim. Përcaktim? Po. Këtu më bëndë vështirësi. Se unë i njof, i kam Blendin, e njof edhe për te emisionit, apo të qenurit zëdhën se Berishës, se kanë qenë shumë miq me ti me motor, në lëvizjen e dhjetorit. Pra i njof pak edhe më përpara, edhe pa diskutim që kam vlerësim për të gjithë, këdo që të më nxjerrësh, nuk e di çfarë më ke nxjerrë mbrapa Blendit, po Erla, ti ke natyrë, kam vlerësim. Ti je natyrë me pozitivitet, ti ke vetëm... Ashtu jam, nuk dal dot nga veti. Për tonet i ke kështu, nuk ke nga këto... Nuk i kam falsa, ashtu jam vërtet. Unë të njoh, tani unë kam kaq vek që në 2005, 2006 kur fillove punë, po... E shikon si konkurent,
si e shikon të jeni në prime time? Nuk shoh asnjë si konkurrent. Unë konkurencën e kam me veten time më shumë. Po mirë, vetëm me veten tënde si unë jam shumë e butë me të tjerët, po? Veten time unë e masakroj në kritika. Si e bën këtë? Po e masakroj, sepse mbas çdo emisioni filloj bëj analizën si shkmuajnë gjërat, po ky i ftuari s'bënte, këta nuk u lidhën mirë njëri me tjetrin, dhe filloj kërkoj gjithmonë gabimin e vetja, dhe e masakroj veten, ndoshta edhe më shumë se sa duhet ndonjëherë. Pra nuk ja them fjalën e mirë vetes. Ben Blushi ka thënë që emisioni Fevziut është parlamenti paralel. Sigurisht është institucion, është emisioni më i vjetër, këtë s'mund ta mohojmë. Jo, nuk do të thotë vetëm më i vjetër, se ti je më i vjetër nuk është dekorat, po më i vjetër me eksperiencë, më thënë. Pa diskutim. Ka dhe peshën, edhe televizioni vet ka peshën. Ti ke thënë televizionin? Po na qëllon pak ters. Se regjistron në drejtë. Vetëm po ta regjistrosh, po që të mos t'i bjeri paralelisht. Se i të kaftuar ti, kam qenë, sigurisht. Ti qenë te Kam qenë. Disa herë. Foto tjetër? Grida Duma. Edhe Gridën e njoh që nga partia, tani si moderatore, mendoj që është edhe shumë më mirë se sa kur e ka nisur, kur e nisi. Është përmirësuar? Unë them se po. Është përmirësuar? Po, pa diskutim po. Nuk ja dalë do të ta shoh të plot se jemi paralelisht në emision. Bashkërisht. Po unë them në shtëpi, unë i shoh se çfarë kanë bërë kolegët e tjerë në televizionet e tjera. Kam një pyetje tjetër. Po. Si ka mundësi që ju disa moderatorë keni qenë zëvendës Partisë Demokratike? Ti ke qenë zëvendëse e Partisë Demokratike. Grida ka qenë zëvendëse e Partisë Demokratike. Ja, zëvendëse, nuk ka qenë zëvendëse. Zëvendëse po? Ja. Ka qenë zëvendëse? Po jo, Olani. Zëvendëse. Do me ka qenë zëvendëse Grida, një periudhë shkurt. E PD-s ndoshta jo, mbase. E PD-s. Unë s'e mbajam këtë detaj. Sokol Balla ka qenë zëvendëse e PD-s. Juela Meçani zëvendëse e PD-s. Zëvendëse e PD-s, po. Elona Meço zëvendëse e PD-s. Me emision. Si kanë bërë shumë, Nga përse nuk ka kështu. Nuk të gjej dot një shpjegim për këtë. Ky është fakt, nuk është imi, nuk është. Dakor, se kisha menduar këtë. Sokol Ballas nuk kishte shkuar. Ka qenë zëvendëse që dikur, po, dakor. Këtë e mbaj mend si detaj. Sigurisht që ka treguar profesionalizëm në punën e tyre si moderatorë, po që jeni ju zëvendësat e PD-s me emisione, këtë mbarni këtë, e keni këtë. E kemi këtë. E keni këtë. Po unë me se jo, i bie që nga Sokoli i pari, edhe Juela. Edhe Juela. Para me. Juela po tjetër, Juela ka qenë zëvendëse një kohë jo të shkurtër të zotit Berisha, me aktivitet në PD, ka pasur emisione e saj shumë interesant, parësisht një televizion pak më modest, pak më modest, po emisioni ka qenë shumë i ndjekur. Sigurisht. Pushteti. Pushteti, emri bukur, Pushteti. E ka zgjedhur vetëm, duket shumë bukur emri. Ju zëvendësat e PD-s bëheni moderator, kështu që është çu një rregull ky, gati është kthyer në rregull. Alfred Lela më fal me emision? Po. Se harrova dhe Alfred Lela, shikon? A je dakord me mua? Se ti ke studiuar, jo. Po themi emision politik. Politik, okay, ishte për emision politik. Se ti ke studiuar për shkencën politike. Tani kur komunikimi. Kur kjo bëhet disa, ky është fenomen pastaj. Mirë, po ishin harruar. Ja pra, kur i bëm Sokoli ishte harruar, se shumë vite gazetar tani, kush e mbante mend që ka qenë zëdhënës. Si do thuash që mbas X vitesh Erla Milli do thuash ti se e thyu këtë. I jep Grida Top Channelit apo Top Channel i jep Gridës, se ky është? I jep Grida Top Channelit, i jep. I jep, unë mendoj që i jep, pa diskutim i jep. Foto tjetër? Top Channelin mbetet Top Channel, ja. Po është ekran i madh, është logo e madhe, është fuqi e madhe mediatike, por edhe Grida i jep. Sepse me aq sa unë di, edhe Grida aty nuk është thjesht një moderatore, është më shumë se sa aq. Ka rol më të madh se sa thjesht një moderatore, kështu që. Po do tjetër? Ne them që i jep. Sokoli. Cili është vlerësimi yt për Po di që unë nuk ndjek më tani, e kam shumë të vështirë. Jo, koleg nuk e kanë në mend tani, mos ia fut kohën. Nuk e kanë në mend. Nuk e ndjek dot. Realisht nuk e ndjek dot. Mirë, është ai stresi përpara emisionit, e di. Nuk e ndjek dot, sepse jam duke përgatitur emisionin tim, vërtet nuk e ndjek dot. I dëgjoj ndonjëherë ato monologjet e veta, të cilat janë shumë ndonjëherë janë të njanshme,
është i hidhur, është i ashpër, është se dhe unë bëj monologun tim, edhe unë e kam traditë që bëj një monolog përpara nisjes, po mundohem të jem shumë e balancuar. Sokoli nuk e shoh të tillë, po është vendimi i tij. E ka vendosur vetë që të jetë kështu. Që shkruan shumë mirë, kjo s'diskutohet. Ka qenë dikur, mbaj mend, këto maratonat gjatë zgjedhjeve, pra të rish në ekran nga mëngjesi, ta mbyllësh në darkë, Sokoli ka qenë jashtëzakonshëm. Dhe mbaj mend që qendrëstar, nëse përdorim atë fjalorin e Berishës, qendrëstar në aspektin politik, Sokol Ballaj ishte qendrëstar si gazetar, domethënë si moderator, edhe fizikisht edhe mendërisht, sepse do të rish 5 metor ka ndajnur. Po, kujtoj, unë kam qenë e vogël, po mbaj mend që atë shifja, atë ndiqja. Se Enkel Demit kujtoj, tha, na si në gjë për të ngrënë, tha, të kujtohet? Pas gati ja 7 orë është live në ekran, tha, ore, nuk e dini që ishte live, nuk e dini që ishte live, tha, ore, tha, na si në gjë për të ngrënë, mirë këtu. Po jo, unë dhe ti e kuptoj, po njerëzit se kuptojnë atë. Na si në gjë për të ngrënë, tha, se foto tjetër. Rakipi. I madh, është i lezetshëm. I veçantë, I veçantë shumë. Është i veçantë. Unë e kam zili për e di çfarë e kam zili? Ndonjëherë i merr disa personazhe Landi, edhe i trajton ashtu siç e meritojnë ata të trajtojnë. Sa e bukur kjo. Unë se bëj dot. Do doja shumë ndonjëherë ta bëja edhe unë. I keq trajton. Ë? Tani, s'po të themi keq trajton. Po jo, bukur, i trajtojnë siç e meritojnë. Siç e meritojnë. Pra, ka disa personazhe që janë të qesharak. Politikisht flet. E ke fjalën për ajo që është bërë virale, ajo e qeshura e Nikolesit? Jo vetëm për atë. Se më doli para 2 ditësh ajo e Nikolesit. Jo, nuk e kam për atë. Se Nikola qesh, ajo ti qeshur me lot. Ati i dali lot më. Dakor, nuk e kam për atë. E kam për disa personazhe që politikisht janë qesharak. Pra, ndërkohë që unë e di që janë të tillë, po unë i ftoj dhe i marr seriozisht, pra u bëj pyetje serioze. Ndërkohë që Rakipi është institucion se ka dhe prapë shkojnë. Dhe po mi ka dhe po çdo politikan duhet. Me që më ka mbetur në mendje nga Ylli Rakipi, kur kishte Lulzim Bashën në emision, i tha, mor zotri, tha, ti po shkon ti gjesh demokratët në Atlantik, në Oqean. Demokratë në Oqean. Në Oqean, po atje s'ka demokrat, më ka vetëm peshë. Ishte shumë e bukur. Janë gazetarë të ardhur dhe nga gazeta, e kanë ndëmuar gazeta. Edhe Fevziun, edhe Ballën, edhe Rakipi, se ka qenë drejtor gazete. Pa diskutim. Ka shumë për historinë e gazetarisë, pa diskutim. Të ja kam zili shumë Rakipit. Eni Vasili. Edhe Enin e shoh se këta janë ata që kontrollojun natën kur kthehen. Po unë prandaj i vura atë kush ishte paneli, çfarë teme bën, si e bën emisionin. Se ti po lufton besoj për të bërë drejtoresh e Radio Televizionit Shqiptar. Ha mu isha nuk flitet, nuk e di. Kështu flitet. Unë ja uroj me gjithë shpirt. Po më mirë një gazetar, domethënë që është e për tepër një zonjë, po jo që është edhe aktive në kuptimin, nuk është se ka hequr dorë dhe tani befas u kujtua, është në aktivitetin e saj dhe është pa diskutim. Dhe aty ka qenë pjesë e plus që ajo ka një përvojë dhe një shumë mirë. Dhe duhet ta njohë, kështu që ja uroj, po patjetër. Okej. Momentin e shkëlqimit vet, po, e kishte në Top Channel. Po mirë, për arsye ndoshta të ndryshme, kështu, domethënë se edhe lindi nëna, është edhe kjo se të ke qenë ndoshta. Se domethënë kjo jo, se unë kisha bërë fëmijët kur fillova në televizion. Edhe mund të jetë kjo. Se i ka fëmijët i ka të vegjël, i ka shumë të vegjël. Kemi qenë kur ishim në po, kur ishim në Itali në një aktivitet të Ramës. Po më aty e merrin ata edhe në avion të keqen mami, jo pa këtë, jo pi këtë, si ishin shumë për njerëz janë shumë. Po çe e kuptoj, thashë imagjino si do kthesh në Tiranë ndar kishin misionin. E kuptoj tani? E vështirë është po. Foto tjetër? Anta Muçaku. Si rria unë pa të nxjerr këtë? Antën e kam njohur në Euronews. Për gjithë ata që nuk e din, Anta është drejtoresh e televizionit e Euronewsit. Dhe kemi punuar bashkë mbi një vit, gati 2 vjet, po themi, me emisionin. Ai ishte kryeredaktor e emisionit. Kryeredaktor dhe unë aty u lidha shumë. Edhe kisha ka ndikim Anta tek unë, ka ndikim
se mohoj dot që ka ndihmuar. Kështu smart kështu, ëh? Smart është. Është zgjuar, është zgjuar. Nizë poshtër, i them unë me humor, pa diskutim. Është e zgjuar, pa diskutim. Po, unë e njoh shumë mirë se kam pas student. Dhe unë e vlerësoj dhe kur kam dhe momente paqartësie, e kam shumë të nevojshme për shkak të bëj një telefonat antës që të më kthjelloj pak. Edhe tani që ti nuk e ke bëjmë rrallë sigurisht. Po jo, po edhe tani që nuk e ke në stafin e ngushtë. Po, si drejtoresh i takon edhe ta bëj. Jo, e kam fjalën te këto se dikur e kisha stafin e ngushtë. E kisha stafin e ngushtë, po unë e kisha si shoqe përveç se staf. Edhe Antën edhe Andrean që ka punuar me mua, pra ishim si miq. Staf me njëri tjetrin. Mirë kam pasur. Shumë, cilësor, profesionist. Tani është Aleni. Një tjetër i mirë, po, pa diskutim. Alen Xhelili. Si e se në Euronews tani? Mirë, është mirë, jemi mirë. Jeni mirë? Mirë jemi. Televizioni vetë çon. Në ngritje është, në ngritje gjithmonë më shumë. Ju uroj sukses. Ju uroj suksese. Foto tjetër? Tjetër kemë. Aj, me motor. Po nuk, me këto ta mbyll. E kuptove tani pse e kam mbyllur këtë? E kuptove tani pse e mbyll me këtë? I me motor është legjend për vete në këtë Shqipërinë tonë të vogël. Ka qenë edhe ajo tek Samir Frashi, edhe ishte Ilenja ka qenë edhe te 30 studentët tek Ramizalia. Jo, në fillim te përfaqësia, më pas kudo. Edhe ishte, po themi ajo që mbante proces verbale të mbledhjeve që bënin tek shtëpia Gramos Pashkos, ajo vajti dorëzoi atëherë listën e themeluesve në Ministrinë e Drejtësisë për të regjistruar Partinë Demokratike. Më kujtohet, Imat është mjek, ka qenë mjek. Mjek në spitalin ushtarak. Edhe ushtarakët atëherë kanë patur dhe armë. Më bëjmë që babi ka patur një atë të mbyllur, të kyçur me çelë, sa nuk e përdornin sigurisht. Edhe më kujtohet që e shoqëronte ai Ilenjën, ti me motor, tek selia e vjetër e Partisë Demokratike që duhet ishte te rruga Kavajës. Edhe e shoqëronte ai se ishin kohra të vështira. Jo, këtë nuk e kujtoj nëse e merrte me vete. Nuk e mbaj mend, realisht nuk e mbaj mend. Por e kujtoj që e shoqëronte gjithmonë ai se ishin periudha të... Pse doli motra kundër atij regjimit? Kishte një arsye të veçantë? Dgjoj, edhe gjyshin e kemi patur neve të tillë që nuk e ka dashur. Një herë bëri sikur humbi teserën e Partisë Socialiste, që u bë nami në lagje, po para 90-s po flas, gjithmonë para 90-s. Jo, ka rëndësi mbas dekës deri? Gjyshi ishte shumë entuziast edhe mbaj mend që kur ka shkuar tek Ramizi, gjyshin e kishim atë që e shtyu më tepër që shko. Shko po. Gjyshi po, e vërtet. Tani motra jote Ilenja studioi në Rom. Sepse në La Sapienza, për juridikun atje. Juridiku. Tani është avokate? 3 mastera, doktoraturë, është avokate. Atje edhe këtu, vjen gati çdo javë këtu. Vjen shpesh, vjen shpesh. Ka çështjen SPAK, ka klientët e vet që i jek edhe këtu. Po ka disa klientë që janë. Ka një emër të njohur? Ja, nuk i them. Ma na i thuj tani. Pas ka rregullu ti. Jo, absolutisht. Është 10 vjet më e madhe se Ulandi, ka gjithë lidhjet miqësitë e veta. Ja. Unë jo më kohë e vura të fundit, i dedikoj shumë? Po i dedikohem sepse dëgjoj, kjo diferenca e moshës, 10 vjet më e madhe, mua më ka ndihmuar shumë. Ju jeni 2 motra? 2 motra. Kemi jetuar bashkë në një shtëpi. Tani e kisha pak si mami, si mami numër 2. Pak mami numër 2, pra që dhe më kontrollonte dhe më ushtronte një lloj presioni të vogël me lezet, po që kjo më ka ndihmuar që edhe shkollën ta mbaroja në kohën e dur. Imagjino tani sikur unë t'isha vetëm, apo t'kisha një motor mbase moshatare, prindrit nuk i kenë Itali. Të ka ndihmuar shumë atje. Pra më ka ndihmuar për prania e saj, pa diskutim. Ndonë se prindrit ma kishin vënë taksative që Erla, aq vite sa zgjat shkolla, aq lek do të t'japim, pastaj bëj çfarë të duash, nuk të ndihmojmë më me para. Se të ndihmonin me aty edhe më të shkollës, me shkollën që të bënin? Po kishte të tjerë dhe zgjasnin përtej viteve të shkollës. I tillë është sistemi atje që ti mund ta zgjasësh pafundësisht. Po për të punuar, punove Erla në Itali? Jo, nuk kam punuar. As kështu nga këto punët për nxjerrje një lek? Jo. Vitin e parë kam ndihmuar ti me motor vetëm në përkthime. Pra kam shkuar në gjykat, në gjyq, kam qenë edhe në burg, kam qenë. Ke qenë? Po. Jo në burg, e shpjegoj këtë, jo në burg. Jo, në burg për të përkthyer, pra kur shqiptarët atje që ishin të burgosur. Nga shqipja në italisht. Nga shqipja në italisht ose nga italishtja avokatin që e caktonte shteti për shembull, që ja përktheja, po këtë e kam bërë vetëm vitin e parë. Nuk e zgjata më se nuk më interesonte, po studioj juridik.
Ai ambienti do më ndihmonte, sa aty njihje prokuror. Ti rrihet e motra? Po, bashkë kemi ndetur në të njëjtën shtëpi. Jo bashkë, ti rrihet e motra, se motra ka familjen e vet. Jo, s'kishte familjen e vet. S'kishte atë? S'kishte familjen e vet. S'kishte? Jo, prandaj ta vendosa se e kuptova këtë lidhje dhe këtë, po themi, protektore, domethënë nga një lloj protektore. Motra jote. Erla, ne mund të rrim kush e di sa, po jemi në fund tani. Jemi në fund. Unë nuk kënaqja shumë, e shijova shumë. Falenderoj shumë për Shumë faleminderit. Çdo përgjigje e ke bërë lajm. Thua? Si thua, ja fushkotur? Nuk e di, ti e di. Të falenderoj shumë që ishe. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, nga unë Erlan Qafoku, mirupafshim.